Atë mirë dita të gjithëve, mirë se vini në Ministrinë e Re të Turizmit, të Kulturës dhe Sportit, në një godinë që për gjithë ne është e dashur, nga kujtesa, ishki në studio, por në një sallë ku dikur këtu censuroi filmi dhe që sot e kthem në një hapësirë ballafaqimi, live, me media, mbi sfidat e vitit që sapo kemi nisur, që janë natyrisht jashtëzakonshme, sepse tilla janë pritshmëritë e drejta të qytetarëve dhe ambicet tona. Ky format do të jetë çdo mujor, ndaj duke qenë se nuk do t'i mungojmë njëri tjetrit, shpresoj ta shfrytëzojmë her pas here për të trajtuar çështjet më me interes për ju dhe për opinionin publik. Pa humbur kohë, do ndaj me ju sot një përmbledhje të prioriteteve tona për vitin 2026, në zbatim programit qeverisës Shqipëria 2030, për rritjen e ekosistemit të mikpritjes, të promovimit të vendit dhe të identitetit tonë, të mirë menaxhimit të pasurive publike, si për shembull bregu ujor, plazhet dhe destinacionet turistike, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, mbështetjes së një kalendari spektakolar artistik mes traditës dhe modernes, eksperiencave dhe shijeve dhe natyrës dhe itinerareve. Rritja e imazhit të Shqipërisë ndërkombëtarisht e vizitueshme 365 ditë është natyrisht themeli i punës sonë, i projekteve dhe i përpjekjeve tona. Bashkimi i turizmit me kulturën dhe sportin, edhe me rinin brenda në fushat e përgjegjësisë, flet qartë për sinergjinë organike dhe për natyrshmërinë e afërsisë të sektorëve në objektiva dhe mision. Kuptohet që artimi dhe përditësimi i strategjive që ne kemi gjetur, atyre sektoriale dhe atyre që ne po punojmë në koordinim mes tyre, janë garancia një arkitekture të qëndrueshme dhe sa më afatgjatë. Nga vullneti politik tek riinxhinjerimi dhe ristrukturimi për të nisur reformat ligjore dhe ato administrative në ministri dhe në varësi, me synim ekonomizimin e burimeve, mirë administrimin e fondeve dhe maksimizimin e ndërhyrjeve, investimeve dhe shërbimeve publike. Lufta jonë parësore është që të kërkojmë përtej tavaneve të buxhetit. Jo vetëm sepse edhe në kohët më të mira ato nuk mjaftojnë, por sepse Shqipëria duhet shpik shumë fish fonde nëse do duam të kapim kohën e humbur, të shpëtojmë thesaret tona të rrezikuara dhe të maksimizojmë vlerën e aseteve tona historike në funksion të prosperitetit të komuniteteve të turizmit dhe ekonomisë. Shumëfishimi i mbështetjes për institucionet dhe skenën e pavarur, ata artistike, po në përgjithësi krijimtarinë, mirëmbajtja dhe projektet, investime në infrastruktura dhe përmirësim të eksperiencës së vizitorëve, restaurimet të zonave, objekteve historike, promovimi i siteve dhe i parqeve arkeologjike, itinerare, muzeime, mbrojtja në tërësi e trashëgimisë kulturore jo materiale edhe e diebërjes, tashmë kanë marrë jetë. Po për më shumë do duhet të kalojmë në sektorët një nga një dhe do mundohem të jem sa më i përmbledhur, por meqense është konferenca e parë e vitit dhe kjo është një ministri e re dhe ky është takimi i parë si ministër i turizmit dhe kulturës dhe i sportit me ju shtypin dhe media në këtë format, do më duhet të jap një pasqyrë të përgjithshme për secilin sektor dhe pastaj do të shikojmë me kalimin e minutave se si do ta menaxhojmë kohën. Për turizmin, ku duhet themi e mbyllëm me 12.47 milion vizitorë në vitin 2025, ose me një rritje prej 6.6% nga viti i mëparshëm, janë të rëndësishme menaxhimi dhe promovimi. Dhe këtu kemi nisur punën për digitalizimin e shërbimeve administrative përmes lëshimit online të licencave, certifikatave, lejeve të ndryshme të nënshkruara dhe të vullosura me firmë e vull elektronike. Jemi duke punuar për rritjen e hapësirës së plazhit publik, por më shumë se sa rritje e hapësirës në letër për mirë menaxhimin e stacioneve të plazhit dhe garantimin e një aksesi të përballueshëm nga qytetarët, duke sjellë si vjet risin e menaxhimit publik nga njësitë e vetë qeverisës vendore, që është një kategori e re e plazhit të menaxhuar, krahas atij që menaxhohet nga subjektet private me kontratat që janë në fuqi apo me kontratat tjera që ata në autozona dhe harta që bashkia përcakton dhe ofron, aplikojnë përmes portalit. Reduktimi i beach bareve, ulja e ndotjes mjedisore, ajo akustike dhe një risi tjetër që është rritja e këndeve të sportit dhe lojrave
përbri të gjitha strukturave që lidhen me plazhin dhe me sezonin e verës. Formalizimi i tregut strukturave akomoduese është një sfidë e madhe, kemi nisur punën për të pasur shumë më tepër informacion për qira në fatshkurtër përmes regjistrimit dhe licencimit të tyre, në fillim vullnetarisht dhe në bashkëvendim me organet tatimore dhe me të gjithë aktorët e tjerë, të rrisim njëkohësisht standardet, të rrisim certifikimin, të rrisim kontrollin dhe të rrisim transparencën në sektor, kuptohet, duke eliminuar evazionin dhe duke parë më qartë të gjitha flukset hyrëse dhe të gjitha flukset konsumatore në vendin tonë sa i takon turizmit. Ndërkombëtarizimi dhe promovimi i ofertës dhe potencialit turistik të Shqipërisë, ku kuptohet që duhet të rrisim dhe po punojmë shumë fort dhe Madridi me cilin hapëm vitin panajirin Fitur e dha këtë mesazh të fortë që të rrisim praninë dhe ndikimin e tregjes ndërkombëtare përmes pjesëmarrjes në panajire kryesore të turizmit, për më shumë edhe një pozicionim global të Shqipërisë dhe zgjerim të tregjeve turistike përmes lobimit dhe konektivitetit të udhëtarëve dhe promovimit në tregje edhe më të larta, me potencial edhe më të lartë shpenzimi dhe qëndrimi. Këtu theksojmë SBA-n, Kanadan, Azin, Japonin, Indin, Australin, Lindjen e Mesme, Izraelin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin, Arabinë Saudite, ku ne flasim me kulturë, natyrë dhe me eksperjenca autentike dhe ku ka shumë potencial për turizëm, jo vetëm gjatë sezonit veror në Shqipëri. Rritja e cilësisë së shërbimit turistik përmes zhvillimit të kapaciteteve njerëzore natyrisht që është një aspekt shumë i rëndësishëm, duke nisur punën për Akademinë Ndërkombëtare të Turizmit dhe Mikpritjes në bashkëpunim me UN Tourism në Madrid, në takimet që pata me sekretarin e re të përgjithshme, vum bazat për grupin e ri të punës dhe për nisjen e punës për këtë akademi. Së shpejti do të keni informacion edhe më detajuar, ku do të kemi trajnime të vazhdueshme për stafet dhe aktorët e sektorit, certifikime sipas standardeve ndërkombëtare, përshtatjet kurrikulave universitare, profesionale me tregun e gjerë turistik, jo vetëm shqiptar. Turizmi gjithvjetor përmes turizmit të konferencave dhe eventeve, ky është një element i rëndësishëm i punës sonë për të zgjeruar, si themi, sezonin nga ai vetëm veror tek ai gjithvjetor dhe duke shkuar në të gjitha këto struktura dhe duke shkuar në të gjitha planet e zhvillimit dhe të gjitha projektet deri edhe në detajimin e projekteve të reja që licencohen, në mënyrë që strukturat hoteliere, strukturat akomoduese të përgatiten për të pasur kapacitete jo vetëm shtretër, por për të zhvilluar evente, për të zhvilluar konferenca, për të ftuar dhe përballuar aktivitete të cilat do t'i shërbenin shumë pjesës dimërore, pjesës së muajve të vështirë, ku mungon natyrisht ndoshta dielli dhe moti ftohet, dhe gjatë këtyre muajve një turizëm shumë i rëndësishëm është ai i konferencave dhe eventeve, natyrisht turizmi sportiv, ai shëndetësor, ai malor, ekoturizmi, ai gastronomik natyrisht që është një theks gjatë gjithë vitit kulturor dhe i aventurës, po i rikthehen pjesës së ditëve të vështira të dimrit, ku kemi tashmë hotelet të brandeve apo të një niveli shumë të lartë të standardeve, të cilët janë në vështirësi në muajt, të themi, tetor, mars, dhe këtu ne duhet punojmë shumë edhe në nivel qendror, edhe në nivel vendor për të orientuar një frekuentim i cili do të ishte i ndihmuar, i mbështetur nga çdo lloj mundësie aktivitetesh të nxitura dhe të orientuara, të dedikuara për këto muaj të vështira të dimrit. Është një punë që po bëhet me grupin e punës që sapo është ngritur në Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, dhe që do të keni natyrisht më shumë informacion në vijim. Në riorganizimin institucional do theksoja organizimin e Agjencisë Kombëtare të Turizmit për ta përmirësuar punën e saj, Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, ku ne kemi dhe presim më shumë monetizim të shërbimeve, më shumë operim me vetë financim, më shumë angazhim në evente dhe forcim të masave administrative, eficiencë. Natyrisht do kemi dhe tarifa të reja të kustomizuara në varësi të llojeve të shërbimeve, në varësi të projekteve dhe të pilotimeve që do zhvillojmë në territor. Do të kemi platforma digjitale dhe do të modernizojmë ato aktuale, siç është TEA, që kalon nivelin 4.0, ku duhet punojmë më shumë me abonime, antarësime, me rrjete ekskluzive promo, me reklama dhe me shumë inovacion. Reformat ligjore që i përmbledh janë përafrimi natyrisht me BE-n për sa i takon detyrimeve të CEFTA, për njohjen automatike të licencave që janë udhërfyesi turistik,
statusi special për strukturat akomoduese me katët e pesë të shtrihet edhe në zonat urbane dhe historike, pra të mos jetë më vetëm një privilegj i Bregdetit, sepse duhet punojmë edhe për turizmin në pjesën jo vetëm pranë Bregdetit, dhe që duhet i përgjigjemi dhe interesimit dhe të gjithë potencialit që ka për investitor të rëndësishëm në të gjitha zonat e vendit. Kuptohet natyrisht që theks kryesor merr dhe turizmi urban dhe merr dhe krijimi i kushteve, siç e përmenda, pranë kryeqytetit, si do të thënë metropoleve, qyteteve të mëdha, por edhe zonave të tjera që mund të jenë malore, të Alpeve apo zona të tjera më të thella, të cilat mund të kenë struktura të tilla dhe që mund të gëzojnë status special që e gëzonin deri sot vetëm ato struktura që ishin afër Bregdetit. Thjeshtimi i procedurave për certifikimin e veprimtarisë agroturizëm duket si një fjalë e vogël apo një punë e lehtë, por në fakt për shkak të interesimit madh që ka në gjithë territorin, ne do të shkojmë drejt një lehtësimi të procesit dhe drejt një qasje më shumë drejt tokës, prodhimit, eksperiencave në fermë, pa i ngursuar këto aplikime dhe themi të interesuar me kritere të cilat shpesh janë bërë pengesë edhe për hapjen e këtyre strukturave dhe për dhënien jetë të nismave dhe të iniciativave investuese. Dhe këtu e theksoj të bëhemi gati dhe në kuadrin e paketës maleve që të jemi sa më fleksibël në mënyrë që çdo lloj strukture që do të propozohet dhe do të miratohet të ketë disa alternativa për të hapur dyert edhe për të shërbyer jo vetëm në akomodim, por edhe në gjithçka tjetër që lidhet me tokën, me bujqësinë, me agrikulturën, me gjithçka tjetër që lidhet pra me hapjen e këtyre pse jo fermave, pse jo të kalojmë kohë me familjet apo me vizitorët që vinë edhe duke parë thjesht eksperiencat e punës tyre. Pra nuk është e thënë që ke X karike apo ke X banja apo ke X kritere për të marrë një licencë tillë. Tu duhet të jemi shumë krijues në lidhje me agroturizmin, sepse janë një element shumë i rëndësishëm i një zhvillimi kapilar edhe të ekonomisë, po edhe të mirëqenies për komunitetet, po edhe të turizmit. Vjojmë me artin, kulturën dhe trashëgiminë, ku ndalem kryesisht ke investimet në infrastrukturë të artit dhe të trashëgimisë. Ne bëhemi gati si vjet, megjithëse janë kantiere shumë komplekse, të hapim atraksione të reja në art dhe kulturë, siç është Galeria Kombëtare e Arteve. Na pëlqen dhe do të vijojmë ta thrasim kështu. Qendra Kulturore Kombëtare e Fëmijëve, që është një nga projektet më komplekse, më të vështira që unë kam njohur dhe që ekipi im punon aktualisht, që është pranë Gardës. Rihetëzimin e 8 kinoteatrove në bashkëpunim me QKK-n, që është Qendra Kombëtare e Kinematografisë, hapjen e shtëpisë muze Aleksandr Xhovani në Elbasan, Muzeun Arkeologjik në Durrës, që është një atraksion shumë i rëndësishëm jo vetëm për Durrësin, por në nivel kombëtar, Qendra e vizitorëve në Apolloni, Pallati i Kulturës në Mat dhe 2 kala të tjera rihetëzim që janë Borshi dhe Kanina. Kalojmë në kantieret në proces që kemi edhe këtu mjaft kompleksitet, që është ai i teatrit kombëtar, është Muzeu Historik Kombëtar, Muzeu Hebre në Vlorë dhe kalaja e Shkodrës për rihetëzim dhe restaurim. Kemi projekte dhe investime në proces që janë Qendra e vizitorëve në Bylis, Qendra e vizitorëve në Butrind, Muzeu i Arbreshve në Vuno, Biblioteka Kombëtare e Re, Muzeu Etnografik Berat, Muzeu i Pavarësisë në Vlorë, 3 mini muze me tap që janë me gjetjet dhe shpëtimet e mbetjeve arkeologjike përgjatë gjurmës së tubacionit, të cilat mendohet të hapen në Korç, në Çorovod dhe në një prej zonave Oberat Ofier. Financohen nga TAP dhe jemi duke komunikuar me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë për të marrë një miratim për shpenzimin e një fondi në dispozicion nga TAP për të promovuar gjetjet në rastet e punimeve dhe të projekteve që ata kanë. Një marrëveshje e rikthyer në jetë nga ne dhe që kthen në vend edhe një pjesë të rëndësishme të atyre gjetjeve të cilat për shkak të këtij projekti madhor ka qenë nevojshme që të zhvendosen. Muzeu Besa në Tiranë, Kalaja e Beratit dhe Elbasanit rihetëzim, çadër e re për cirkun kombëtar, kampet e restaurimit, që është një bashkëpunim i ynë me UNESCO-n në disa objekte.
përmirësimi i eksperiencës vizitorëve në asetet e trashëgimisë të paktën në 10 site kulturore, sinjalistikë orientuese, unifikuar, digitalizim, imazhe virtuale e tjerë, restaurime dhe konservim. Kjo është një paketë shumë e rëndësishme, ku kemi restaurim dhe gërmime arkeologjike në Kalan e Gjirokastës, ku nisim përgatitjet për festivalin kombëtar folklorik të vitit 2027, restaurimin e manastirit të Derviçanit dhe ringritjen e konakëve, kishën e Shën Ilia në Lekël dhe Shën Dimitit në Senic, i mbaj mend situatat pas zjarreve të vjetshme, manastiri i Ungjillizimit në Valnistër, manastiri Shën Mëris në Goranzi, ai Mingulit, kisha e Shën Mëris së Drianit në Zervat, teqja e Koshtanit, kisha e Shën Gjergjit në Roskovec, kisha e Shën Shergjit dhe Bakut në Imar, kulla e Turanit në Korç, një ndërhyrje shumë specifike dhe shumë delikate, ujësjellësi historik në Vranisht, në Vlorë, banesa e Oso Kukës në Shkodër, kisha e Kalas së Drishtit, pasarela në Kalan Lezhë, kalaja e Lipashës në Qesarat, ura e objekte të ndryshme në territor e pamundur t'ju vë këtu gjithë emrat sepse janë një numër i madh objekte të cilat po i shpëtojmë dhe po i rikthejmë siç duhet. Plani i konservimit dhe gërmimeve arkeologjike në amfiteatrin Romak të Durrësit, xhamia e Muradijes në Vlorë, ku fillon shumë shpejt ndërhyrja me mbështetjen e Tika, itinerari i kullave, rrjedhimi i kullave monument kulture në qarqet Dibër, Shkodër, Kukës, Lezhë, një bashkëpunim i yni me GIZ, ku do të kemi shumë traditë dhe shumë zhvillim të qëndrueshëm. Shpëtimi dhe rrjedhimi një pakete të objekteve monument kulture në qytetet Tiranë, Shkodër, Vlorë, Gjirokastër, Berat dhe Lushnjë, duke ja kthyer komuniteteve në qendra kulturore dhe muze, bëhet fjalë për 22 objekte. Dyfishimi i buxhetit të institucioneve të artë kulturës dhe trashëgimisë për kalendarin dhe bashkëpunimet, aktivitete dhe projekte, mirëmbajtje dhe konservim, këtu vetëm diçka për të thënë që nëse deri vjet ministria përballonte të gjitha thirrjet dhe ato të krijimtarisë në po themi aplikime dhe në zyrat dhe skrivanitë e ministrisë, ne si vjet do të bëjmë mundur që aplikimet sa i takon krijimtarisë sipas zhanreve, sipas gjithë disiplinave të bëhen pranë institucioneve artistike, për shembull për baletin dhe drejtoren e operas, për shembull për teatrit, për shembull për institucione të ndryshme, atyre institucioneve ku do duhet rriten dhe përgjegjësitë dhe kapacitetet për të përballuar thirrje transparente për krijimtarinë dhe ku ministria duhet gradualisht të largohet sa më shumë nga procedura të tilla, të cilat janë tepër subjektive dhe tepër të vështira dhe për ne, në mënyrë që ne të fokusohemi në politika dhe reforma. Natyrisht, forcimi i mbrojtjes dhe zbatimit të drejtës autorit në mjedisin digjital, këtu jemi në një proces përputhje me aki të BE-s, për të garantuar shpërblim drejt online, modernizim të mekanizmave të licencimit, përfshirje të përdorimit ndërkufitar, për të përforcuar kapacitete politikbërëse dhe intensifikuar luftën kundër piraterisë. Riorganizimi institucional dhe këtu ka shumë natyrisht rreshta, por do të përqendrohesh tek Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore, i njohur si IKTK, ku ne do duhet të integrojmë më mirë drejtoritë të trashëgimisë kulturore që janë tashmë në varësitë ministrisë, do të dalin nga varësia e ministrisë dhe do të jenë në varësi të IKTK-s për të bërë një maksimizim të forcave edhe këtu, duke ndarë pjesën profesionale të projektimit dhe pjesën e ndërhyrjeve, pjesën e ustallarëve, restauratorëve, pa pjesën që do të jetë e lidhur me projekte dhe me gjithë themi planifikimin me IKTK-n dhe duke përfshirë në IKTK, të paktën sipas draftit që ne po punojmë, edhe Qendrën Kombëtare të Veprimtarive të Traditës, edhe IKRTK-n që është Instituti Kombëtar i Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore, sepse këto janë pjesë komponent të natyrshëm të Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe që funksionojnë shumë mirë së bashku, ku natyrisht e para që përmenda do të merret më shumë me trashëgimin jo materiale, ndërsa e dyta do të merret më shumë me regjistrimin. Para pak ditësh ju e pat vetë vlerën e regjistrimit në kthimin e ikonave kishës ortodokse, se sa rëndësi ka dhe se sa shumë objekte ka që ne me anë të operacione policore i gjejmë, por që ku nuk janë të regjistruar nuk dim as kujt ja kthejmë. Dërsa në rast ato regjistrohen dhe ky është një proces që IKRTK ka nisur dhe po punon shumë mirë me anë të qendrës EXPA që është një ndihmë edhe nga AADF, të rrisim sa më shumë numrin e regjistrimeve të gjithçka, koleksione private, pasuri të ndryshme të cilat janë mund të jenë edhe private apo mund të jenë të
pushtetit vendor, të niveleve të muzeve dhe të institucioneve të ndryshme, apo dhe deri tek ato që ka Instituti i Arkeologjisë, apo që janë në varësi të, po themi, organizmave që nuk janë thjesht në varësi të Ministrisë Kulturës, si fushë përgjegjësie. Mendojmë të krijojmë Agjencinë Kombëtare të Menaxhimit të Pasurive Kulturore, do të jetë një punë e cila natyrisht do doj me siguri një konferencë shtype më vete për ta diskutuar me ju dhe do ketë një proces digjese, një proces të mirë mendimit të këtij hapi, ristrukturimi i Qendrës Kombëtare të Kinematografisë në një agjenci kombëtare të industrisë kreative dhe audiovizuale, dhe këtu po punojmë shumë me QKK-n, siç e njohim sot, pra me Qendrën Kombëtare të Kinematografisë, do të jetë një amendim i rëndësishëm në ligjin për kineman dhe do duan të japin shumë theks kohëve të reja, kohëve moderne, ku audiovizuali ka marrë theksin kryesor dhe ku sot digitalia dhe virtualia, pse jo, ka marrë shumë rëndësi në tërë këtë krijimtari që ka të bëjë me fushën e kinemas, po jo vetëm, këtu kemi dhe natyrisht lojrat dhe gjithçka tjetër që lidhet me produktet e audiovizualit. Kemi një shtesë të rëndësishme për të bërë në një ristrukturim të Teatrit Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor. Këtu do të doja dhe unë të bëhesha pak më popullor në shprehje. Nuk mundet që të kemi me Shqipërinë e sotme, me nivelin e sotëm të kërkesës, me kalendarin e sotëm që ka TKOB, me nivelin e jashtëzakonshëm artistik dhe me, po themi, gjithë pritshmëritë që gjithë ne kemi nga TKOB, më pak punonjës, shumë më pak punonjës se sa çka qenë personeli dhe organika në kohën e Enver Hoxhës. Kemi Galerinë Kombëtare të Arteve, ku punojmë për një plan menaxhimi dhe një strukturë të rishikuar në bashkëpunim me Maxi, që është një partner me cilin ne thuajse jemi binjakzuar tashmë për të bërë gati që me të mbaruar nga pikpamja infrastrukturore, vepra, ndërtimi dhe investimi i Galerisë Kombëtare të Arteve, të jemi, dhe puna ka filluar tashmë prej kohë, që të jemi gati për të filluar me programet dhe me gjithë pjesën e muzealizimit dhe me pjesën e menaxhimit dhe me gjithë trajnimet dhe me gjithë specializimet që duan për të menaxhuar një ndërtesë, një strukturë, një institucion i cili nuk ka asnjë lidhje me atë që ne lam brapa. Qendra e Kombëtare e Fëmijëve, natyrisht këtu kemi një punë shumë të madhe të nisur për një plan menaxhimi, ristrukturim me partner, me aktorë të rëndësishëm të botës së edukimit, të fëmijëve, të inovacionit dhe të gjithë praktikave më të mira rajonale edhe botërore, për të pasur dhe këtu një qendër e cila të mos jetë edhe një godinë e re, mos jetë edhe një shpenzim i jashtëzakonshëm. Është një nga investimet më të rëndësishme që ne kemi në tavanet tona, por që të jetë një sukses i plot dhe një administrim eficient dhe ashtu siç duhet për pjesën më delikate të këtij grupi interesi që janë, po themi, fëmijët tanë, dhe që natyrisht një menaxhim i gabuar dhe një pakujdesi në këto etapa mund të ishte me pasoja shumë të rënda për këtë institucion dhe për ata që do të jenë subjekti i këtij institucioni, që janë fëmijët, për artistët e rinj dhe të gjithë krijuesit e rinj. Muzeu Historik Kombëtar, një nga projektet më të vështira nga pikpamja infrastrukturore, kuptohet që do të jetë pjesë e një rishikimi total, një riorganizimi total, një rikonceptimi total, organigrame, strukture, një koncept i ri, një institucion i cili duhet të jetë sa i hapur për publikun dhe sa dinamik, aq edhe i specializuar për pjesën e muzealizimit dhe të historisë që ai mbartë. Për reformën ligjore do të përmendja shkurtimisht miratimin e strategjisë kulturës 2026-2030, do të ndryhim në ligjin e artit të kulturës dhe do ta bëjmë të gjë për të dalë me propozime sa më të mira për statusin e artistit. Ligji i sponsorizimit, kuptohet, është i donacioneve dhe i sponsorizimit, por ka një rëndësi të jashtëzakonshme si këtu, si në sektorin e sportit, sepse prek natyrisht në radhë parë këto dy sektorë, bashkë me artin, kulturën, kuptohet, edhe trashëgimia nuk përjashtohet, dhe sportin jemi duke folur për sektorët të cilët kanë të bëjnë shumë me rinin, dhe kështu që ky ligj dhe kthesa historike që ne presim që ndryshimi i këtij ligji do të sjellë, në rast se ne do ta miratojmë ashtu siç Ministria e Turizmit dhe Kulturës dhe Sportit e ka
kërkuar dhe dëshiruar do të jetë një lajm i jashtëzakonshëm për sektorët në fjalë. Financimi i artit nga kursimi i tendereve është një tjetër mekanizëm, instrument që ne do të miratojmë së shpejti, që ne do të propozojmë për ta miratuar së shpejti, që ka të bëjë me një potencial deri sot të pashfrytzuar, të pa vënë re, nëse mund ta themi kështu, i cili nuk lidhet me librat dhe me bilancet e buxhetit shtetit për momentin që këto kursime shfaqen pas një mbarimi procedure tenderi, prokurimi publik. Flasim gjithmonë për prokurimet të cilat janë të njësive, ministrive, të qeverisjes qendrore, pa përfshirë bashkim. Për t'ju dhënë një shembull, vetëm vitin e kaluar ne kemi kursyer pa përfshirë prokurimet e bashkive rreth 63 milionë euro, që është diferenca nga fondi limit tek fondi që kontraktohet me fituesin nga çdo institucion. Në përgjithësi këto prokurime bëhen në operatorin e prokurimeve të përqendruar që është OBP, por bëhen edhe nga disa ente tjera publike dhe bëhen edhe nga disa institucione të cilat e kanë me ligj që janë të autorizuara të bëjnë prokurime publike. Të gjitha këto së bashku, ky instrument do bëjë që të ketë në kohë reale një informacion i cili të japë një dividend në kohë reale muaj pas muaji, duke e çuar rreth 1/3 e këtij fondi. Ky është propozimi që ne bëjmë në një fond special i cili do të krijohet dhe do të jetë i mbartshëm vit pas viti, nuk do të ketë logjikën e mënyrës si funksionon buxheti i shtetit, dhe do të ketë një organizim special me një komision ndërministror, i cili do të jetë pastaj i administruar nga një zyrë pranë, sipas asaj që ne kemi propozuar, Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit, po kjo mund edhe të përmirësohet rrugës, në mënyrë që të kemi një energji tjetër, të kemi një mundësi tjetër, të kemi një alternativë financimi tjetër për artin, kulturën dhe sportin. Unë nuk e them dot me saktësi sot se cilat sektorë do të mbështeten, po jam i bindur që do të jetë arti dhe kultura, dhe që ne kemi propozuar natyrisht që mund të mendohet që të jetë edhe sporti, duke qenë se jemi në situatë vështirë, do ndalim më mbrapa. Dhe kjo është gati, besoj që brenda shkurtit duhet të jetë në sistem për mendime në disa prej institucioneve dhe do të keni lajme të reja shumë shpejt. Kemi normimin e komisionimit dhe leve për artin e hapësirat publike, do të marrë fund historia që secili vë opingën, na shënjën, na shije, na skulpturën që ka zgjedhur t'i dhuroj fshatit, qytetit, komunitetit apo kujtdo qoftë me qëllimet më të mira ndonjëherë. Po kjo histori nuk mund vijoj dot më kështu. Hapësira publike, edhe pse mund të konceptohet si hapësirë në administrim të pushtetit vendor, në ato raste kur është në administrim të bashkive, nuk mund të jetë dot një hapësirë publike vetëm e atyre bashkive. Nuk mund të jetë dot një hapësirë publike vetëm e një vendimarrje e cila lidhet me një bashki përkatëse, sepse në ato rrugë, në ato zona, në ato krahina, në atë peizazh kalojnë të gjithë, frekuentojmë gjithë, ne ata që vizitojnë Shqipërinë, kështu që themi procedura për miratimin e çdo instalacioni, çdo veprë arti në hapësirën publike dhe çdo themi ndërhyrje në hapësirën publike, sa i takon artit, sa i takon instalacioneve, sa i takon beautifikimit të kryqëzimeve, të hyrjeve, të pjesës kryesore pra ku kalon pjesa më e madhe e fluksit të kalimtarëve, udhëtarëve dhe ku janë gjithë korridoret e transportit, nuk mund të jetë dot, por kjo edhe thellë, edhe në zona thella, edhe në zona ku mendojmë se ndoshta nuk janë në vit parë, do të jetë e rregulluar me një komision special i cili do të merret me miratimin e koncepteve, me konkurset dhe me financimin e këtyre veprave, të cilat për shkak të ligjit special për fondin special për artin dhe kulturën që sapo përmenda, do të kenë dhe ato një mundësi tjetër financimi, përveç atyre mundësive financiare që AZT ka tashmë akumuluar edhe nga taksa përkatëse e infrastrukturës që jepet AZT-s që është rreth 1%. Pra do të punojmë në disa nivele për këto instrumenta në mënyrë që ne ta rregullojmë përfundimisht të fenomen, pavarësisht respektit që mund të kemi për të gjithë ndjeshmëritë, nuk mund të jetë dot një vend i cili muzeohet rastësisht dhe kthehet në një ekspozitë të shijeve kretrasore dhe pa asnjë lloj
mirëvlerësimi dhe transparencë. Kemi ndryrën për ligjin e drejtë autorit, që është pjesë domosdoshme e ndryrës do bëjmë për konvergjencën tonë drejt Bashkimit Evropian. Kemi ligjin për librin dhe leximin dhe ligjin për bibliotekat, dhe këtu do të bëjmë disa rregullime. Ligjin e ri të kinematografisë dhe audiovizualit e përmenda për hir të agjencisë së re për atë audiovizualit dhe të industrisë kreative që duam të ngrejmë. Kemi dhe rishikimin e ligjit për trashëgiminë kulturore dhe muzeet, ku na duhet të ndryhim për të bërë ndryshime të rëndësishme për të ardhur në ditët tona, për të qenë në një hap me kohën dhe bileze për të dalë përpara shumë sfidave që ka sot në botën e trashëgimisë kulturore, menaxhimi, organizimi, strukturimi i të gjitha institucioneve që lidhen me trashëgiminë kulturore dhe muzeet. Kemi promovimin digjital dhe monetizimin, digitalizimin e arkivave të institucioneve të trashëgimisë dhe muzeve, biletimin qendror online, duke integruar të gjitha sitet dhe shfaqjet në një platform, portal e tjerë. Ne kemi bërë hapur përpara me Jelbene për një pjesë të siteve, por do të kemi një investim të ri i cili është në proces dhe do të keni lajme së shpejti. Nuk po ndaloj tek marrëveshjet e shumta, po ta kalojmë tek rinia dhe sporti. Tek rinia do të kemi mbështetje organizatore rinore dhe të rinjve me synim për fshirjen e rreth 25.000 të rinjve në 40 bashki në rang vendi. Do të mbështesim grupet jo formale rinore pa status juridik dhe pa veprimtari fitimprurse për herë të parë. Programin e talenteve rinore e fuqizojmë për të zhvilluar dhe promovuar talente në art, kulturë, edukim, shkencë, teknologji dhe sport. Mbështesim mbulumin e kostoveve pjesëmarrje në aktivitete, konkurse ndërkombëtare dhe shpërblime financiare për rezultatet e arritura. Do të investojmë në qendra të tjera rinore në Bashkëpuninë e Bashkisë, edhe 5 qendra si vjet, me qëllim krijimin e hapësirave moderne për të rinj, programi kombëtar praktikave të punës, për të siguruar mbështetje financiare për 490 praktikantë të tjerë, duke fuqizuar të rinj dhe rritjen e mundësisë së përfshirjes tyre në tregun e punës. Kemi programin e mbështetur fal rritjes së kapaciteteve EU for Youth 1.6 milion euro që do të shpërndahen përmes tireve për 31 deri në 38 organizata rinore, fokusi në aktivizimin rinor, punësim, përfshirje sociale, sport dhe mirëqenie, veçanërisht për vajzat dhe të rinj me aftësitë kufizuara. Garancia rinore, një program tjetër 3 milion euro, garanton çdo të ri dhe të re që nuk është në arsim, punësim apo trajnim që të marrë ofertë për punë, shkollë apo trajnim brenda 4 muajve nga regjistrimi në zyrat e punës që janë ato të AKPA. Për sportin mendojmë që jemi në momentin më të mirë, ku së fundi miratuam dhe aktin ligjore të ligjit të lëreve të fatit, dhe kjo do të bëjë çështja mundur që të çlirohen dhe shumë prej atyre dividendëve që sporti do të marrë automatikisht me fillimin e funksionimit të praktikave, procedurave dhe të gjithë sistemit të lëreve të fatit, ku kuptohet dhe këtu unë fora më parë për sponsorizimet që sporti do të jetë një nga përfituesit kryesor në rastin e do të kemi miratimin e ligjit të sponsorizimeve me ato amendime që ne kemi propozuar. Fondet e alokuara në total për vitin 2026 për sportin janë 32% më shumë se viti 2025, mbështetje financiare si ndihmë shtetërore me fonde grant për 30 federata sportive olimpike dhe jo olimpike është rritur dhe financimi për organizimin e eventeve ndërkombëtare, megjithse e mira s'ka fund dhe që nevojat e sportit natyrisht janë të jashtëzakonshme. Unë kam folur përsëri me ta para sa ditësh, edhe publikisht, jemi në komunikim të vazhdueshëm. Do të bëjmë çështë e mundur që me Koksh dhe me të gjithë aktorët kryesor, Federata Shqiptare e Futbollit apo me të gjithë aktorët e tjerë kryesor të sportit të kemi një ndërveprim shumë herë më aktiv dhe produktiv. Për vitin që kemi turneun e madh ndërkombëtar Kupra FIP Tour Platinum Cup, që është një turne ndërkombëtar i padelit, dhe këtu e theksoj sepse ka patur dhe diskutime ndoshta në media, nuk është vetëm fjala për të bërë një tur sportiv apo një kampionat, por është një aktivitet i cili ka një tërheqje shumë të fortë vizitorësh, turizmi dhe krijon interes në sa herë që organizohet, në vendet që organizohet, pra krijon një vibe shumë pozitiv dhe duam që ta kemi në Tiranë dhe për këtë arsye kemi bërë dhe një marrëveshje të tillë, por të gjitha pajisjet, të gjitha infrastrukturat e këtij turneu i mbeten Shqipërisë, na mbeten ne, i mbeten aktorëve të padelit në Shqipëri dhe do të jenë në funksion dhe në
dobi të rinjve, sportistëve dhe komunitetit të padelit. Përgatitja institucionale organizative për kampionatin Europian UEFA U21 në 2027, pastaj kemi edicionin e 4 të ekipeve sportive në shkolla, ku rrisim masivizimin, përfshihen mbi 12.000 nxënës, janë 826 ekipe sportive, shtohen disiplinat, shtimi i programit të reja të Fondacionit Dyra City Football me Rafa Nadal Academy, NBA Junior Academy dhe sjellin dhe Inter Academy Albania që kemi nisur punën si vjet për tu hapur në një zonë periferike të Tiranës. Investimet në infrastruktura sportive unë nuk po ndalem më gjatë, janë në një bashkëpunim në nivel shpesh bashki, institucione, ministri, korporata investimeve shqiptare, disa prej stadiumeve si Selman Sërmasi në Tiranë, Niko Dovana në Durrës, Ndërbeon Korç, Flamurtari në Vlorë, e tjerë që do të sjellin natyrisht më shumë mundësi për aktivitete ndërkombëtarizim dhe forcimin e imazhit të Shqipërisë, vijimi i procesit për pallatin e ri sportit Lore Medora Aslan Rusi. Mendoj që këtu unë t'ja u jap fjalën juve, sepse nëse vazhdoj më shumë do të jetë ndoshta jo oportune për kohën. Djamila Leka, gazetare nga Televizioni Skan. Për të ndalur tek turizmi. Në 2024, fokusi i Ministrisë dhe jo vetëm ishte tek shifra e turistëve. Në 2026, fokusi u ndal tek turizmi cilësor, elitar e të tjerë. Në këtë linjë, në 2026, fokusi do të jetë tek numri i turistëve apo te cilësia e tyre. Dhe nga ana tjetër, për që në linjën e turizmit cilësor, sa gati është Shqipëria për të ofruar turizëm elitar? Faleminderit. Tema është shumë e gjerë, edhe duhet të ta administrojmë së bashku me mirë kuptim, sepse do duhet mos përfshihem në diçka do doja të thoja, sepse do ishte shumë gjatë. Natyrisht që e thash në fillim fjalës time që theksi, fokusi është Shqipëria e vizitueshme 365 ditë. Natyrisht që qëllimi, motoja ka shumë aspekte të cilat pastaj adresohen nga shumë politika, nga shumë faktorë dhe nga shumë projekte të cilat së bashku mund të gjenerojnë të sukses i cili ta bëjë Shqipërinë që mos jetë më një destinacion, dhe nuk është më një destinacion vetëm veror, por të jetë një destinacion i cili është edhe për të vizituar gjatë gjithë ditëve të vitit. Unë nuk fola në veçanti, por një nga projektet për shembull më të rëndësishme të fushës së sportit është poli automotiv dhe i motosportit i automotoparkut të Elbasanit. Pra ky është një nga shembujt më domethënës se si në rast se ne arrim, ne jemi në fazën që kanë nisur punimet, janë realizuar shumë prej punimeve të aksesit infrastrukturor në toksor, mbrojtja lumore, është detajuar projekti dhe jemi në fazën e fillimit të punëve nga ana e automotorizimit shqiptar DPSHTR-ja për një pjesë të objekteve që investohen nga ata. Pjesa tjetër, pastaj pista investohet si pjesë e dytë e projektit që kërkon një financim tjetër. Dhe ne po punojmë që të kemi këtu pra infrastruktura të tilla, të cilat do të gjeneronin një turizëm i cili do të ishte shumë organik, i cili do të ishte në radhë parë një herë i mirë, i mbar ekonomikisht, i leverdishëm për vendin, për komunitetet, i cili i jep një faqe krejt tjetër, për shembull në rastin fjalë qarku të Elbasanit, që është 20 minuta nga Tirana me makinë, ku një pjesë e mirë e atyre që ne sapo pa në shifra që janë mbi 1 milion mjete në qarkullim, gjysma e tyre do të shërbehen në strukturat e inspektimit dhe të automotorizimit që do të jetë në automotopark, pra do të thotë që do të ketë një fokus shumë madh tek shërbimet automotive, ndërkohë kjo do të sjellë dhe menjëherë kanë filluar që të kërkohen leje, të kërkohen aprovime për miratime projektesh për hotele të dedikuara, dhe këtu është për ta thënë që ka ndryshuar dhe koncepti i mënyrës të konceptuarit të një strukture akomodimi. Për shembull, ne kemi sot në tyrezat tona kërkesa për akomodim sportiv, i cili mund të jetë rigjenerues, i cili mund të jetë për trajtime të atletëve, shqiptarëve të huaj, të cilët nuk kam se të vinë në 3 muajt e verës. Pra, ata zakonisht vinë pikërisht në muaj që nuk janë 3 muajt e verës. Dhe kjo gjë do të ishte me shumë interes edhe në kuptimin e turizmit automotiv, të hoteleve që vinë pranë këtyre strukturave siç e përmenda,
Pra ne po bëjmë ç'është e mundur që gjithë vendi, gjithë terrenet që kemi në administrim apo në dispozicion, të gjitha ato që deri sot njiheshin si themi harta dhe juridiksione, të cilat për shembull zonat me përparësi zhvillimit turistik. Koncepti ka qenë aty, fjalët janë këto, por në mendje kemi pasur gjithmonë vetëm hotel me 5 yje apo hotel pranë detit ose hotel për turist ose hotel për pushues që lidhen me detin. Ky koncept tashmë ndryshon, prandaj ne do të ndryshojmë në ligjin e turizmit, që të kemi sa më shumë instrumenta, mekanizma, zhdevjelësi, fleksibilitet në mënyrë që ne të licencojmë duar hapur, krah hapur, në kuptimin e të mirëpresim investimet të cilat janë edhe të këtyre natyrave që janë të mikpritjes, thash edhe një herë, të hoteleve që lidhen me rekreacionin, me rigjenerimin atletik, pse jo, për shembull ne kemi balerin, ne kemi artistë të ndryshëm në Shqipëri, të cilët dhe ata vetë janë atletë në një farë mënyrë dhe ata vetë nuk kanë ku trajtohen, dhe në forma të ndryshme trajtohen në vende të ndryshme, në rajon apo në vende të tjera. Pra ne mungon një infrastrukturë e tillë. Do të ecim më tutje me të gjitha llojet e themi standardeve përshtatjes të projekteve të cilat duhet përfshin, siç e thash në fillim, edhe pjesën e infrastrukturës së eventeve, konferencave, koncerteve. Ne kemi bërë disa famture për shembull një shembull nga Universal Music Lifestyle and Hospitality, që është një nga grupet më të mëdha botërore, pse ai takon themi aktiviteteve dhe muzikës dhe ata janë shumë të interesuar për një lloj tjetër turizmi, ata janë interesuar që të vinë dhe të ndërtojnë një hotel i cili të ketë edhe sallë shfaqjesh, i cili të jetë edhe afër qytetit, por i cili të ketë edhe disa njësi, si themi, satelit, që mund të jenë edhe në breg, por që mund të jenë edhe në mal, ku ata do të zhvillojnë një aktivitet shumë të rëndësishëm ku sjellin dhe pastaj stacionohen, dhe ne mund të kemi për shembull siç ka qenë South Outdoor një eksperiencë, apo siç mund të jetë prapë një South Outdoor në bashkëpunim me grupe të tilla, të cilat mund të jenë pastaj si themi me data fikse, në datat kur ne na intereson, në datat që ne duam të zhvillojmë disa prizon, në datat kur ne duam të çojmë në mal apo në Lugina apo në Lëndina apo në, po themi afër Bregdetit apo në vende të ndryshme ku ne do duam që t'i fuqizojmë me aktivitete të cilat do të jenë me këngëtar të nivelit nga më të lartë, dhe ku këtu do të vinë pastaj për turizëm eventesh njerëz të cilët as nuk e dinë që do të blenin biletën për shfaqjen e radhës në Shqipëri, siç ndodh me Maltën apo me disa vende tjera, të cilët tregtojnë në platformat e tyre një arsye pra për eventin apo një destinacion për shkak të eventit, dhe ku ky lloj turizmi vjen në ato data dhe në ato planifikime që shteti, kuptohet bashkëpunëtorët, dhe ku aktorët shqiptarë që lidhen me turizmin, edhe në bashki dhe në nivel themi të tregut privat, të mund të sinkronizojmë gjitha përpjekjet tona që ne të jemi me një kalendar i cili të jetë sa më i pasur, dhe pastaj ne brenda këtij kalendarit mund të lëvizim dhe të mund të përshtasim të gjithë ofertën tonë që lidhet me gjithçka që do t'i bënte mirë këtyre turistëve që do vinin në këto zona, për të parë pastaj në grup me një ofertë saktuar këto site arkeologjike, për të parë këto kala, për të qenë në këto qytete, për të fjetur edhe akomoduar në këto struktura të cilat ne duhet t'i ndihmonim me anë të një sinergjie me tur operatorët e tjerë. E gjitha kjo është e pafundme si përpjekje që ne duhet bëjmë, që tetor mars, për ta thënë thjesht, ne duhet shpikim, kuptohet gjithmonë në të mirë të komuniteteve, duke përfshirë komunitetet, dhe gjithmonë domethënë në të mirë të shfrytëzimit maksimal të strukturave që ne kemi ekzistuese, në mënyrë që ne mos mendojmë vetëm për struktura të reja, por të mendojmë në radhë të parë një për menaxhimin e mirë të tyre. Këtu ka dhe një politikë të re që ne duhet punojmë për të bindur, për të edukuar, për të emancipuar veten tonë, se nuk mjafton të bëjmë vetëm struktura të jashtëzakonshme për të parë nga jashtë, por na duhet të mendojmë me një mendje shumë zgjuar për menaxhimin e këtyre strukturave të jashtëzakonshme kur vinë ditët e vështira dhe muajt e vështirë. Dhe këtu brandet ndërkombëtare, zinxhirët ndërkombëtar kanë klientela të konsoliduara në vite. Dhe nëse neve bashkëpunojmë, nëse ne japim një pjesë të
këtij menaxhimi ne mund të marrim një pjesë shumë të madhe të rritjes kapaciteteve gjatë gjithë vitit. Pra duhet edhe të mësojmë të japim që të marrim. Flastu për firma të mëdha shqiptare, flastu për pronarë, cilët nuk e kanë të lehtë pasi bëjnë hotelin e tyre, që të kuptojnë që duhet të bashkë menaxhojnë hotelin e tyre me brande ndërkombëtare dhe me zinxhirat, po jo thjesht brandi për emrin dhe për t'i vënë një logo dhe një brandim të bukur, por për ta besuar menaxhimin e hotelit dhe pastaj për të kuptuar në eksperiencë në vite që ne mund të bëjmë më shumë ndoshta me këto zinxhir dhe ne mund të marrim më pak risk nëse bashkëpunojmë me këto zinxhir menaxhimi. Po është shumë fushë gjerë. Fatmira Nikolli nga News 24. Zotë Ministër, po e nis pak nga fusha e turizmit, meqense po flisnit për këtë, për të kaluar pastaj te zhgënjia kulturore dhe arti. Për te turizmit elitar, ne dimë që ka një problem tjetër me mbetjet, sidomos në gryderdhjet e lumenjve, një problem shumë i përhapur që tashmë pothuajse po na fut në konflikte me shtetet e tjera pranë nesh. Kjo është një fushë që shkon përtej turizmit si ministri, megjithatë nuk e di nëse ka një plan për ta menaxhuar, dhe pastaj te kultura. Utrinti tashmë dihet është parku i parë arkeologjik që po menaxhohet me një fondacion ku është edhe shteti, ku është edhe një fondacion tjetër. Mbas kaq kohësh me këtë menaxhim të ri, a mund të flasim për rezume, për arritje, për fonde që janë, domethënë që mund të jenë siguruar më shumë nga biletat dhe si do menaxhohen, dhe nga ana tjetër projekti TID në Durrës ku trashëgimia, qyteti, banorët kanë sjell një lloj konflikti ose po krijojnë një lloj problemi social. Nuk e di se sa mundet Ministria e Kulturës në këtë moment ose në këtë projekt të kthehet në një aktor që zgjidh jo vetëm problemin e trashëgimisë, por edhe një problem social. Faleminderit. Atëherë ju e prekët pjesën e parë që ka të bëjë me pastrimin, mbetjet, ka të bëjë me kujdesin ndaj mjedisit dhe ndaj ndjeshmërisë shumë të lartë që ne duhet kemi, sepse është një komponent shumë i rëndësishëm, mjedisi në kuptimin e pastrimit, por edhe mjedisi në kuptimin e peizazhit, pra mbrojtja e territorit dhe kurimi i gjithë peizazhit i cili lidh ato destinacione që ne po mundohemi kaq shumë të investojmë, që ti menaxhojmë dhe ti përmirësojmë për vizitorët, për veten tonë, por edhe për vizitorët, kthehen në një kthehen në ishuj, kthehen në një problem, edhe në raste do të ishin destinacione shumë mira, në raste nga njëri ke tjetri apo nga një pikë tek pika tjetër, ne udhtojmë dhe nga dy krahat e rrugës apo të lumenjve që takojmë në rrugën tonë, të urës apo të kanaleve, të shohim mbetje. Natyrisht ka pasur një moment që mund edhe mirë kuptohet që mund të ketë qenë një moment atmosferik, një moment po themi i ardhur nga një situatë moti dhe po themi një gjendje e jashtëzakonshme e motit kur ka prurje të tilla, të cilat pastaj ato shkojnë në vende edhe më të dukshme për ne sepse vinë nga gjitha zonat dhe na dalin parasyve. Ka pasur edhe kanalizime të bllokuara për shkak të ndërtimeve pa leje, ka pasur një historik i cili domethënë problemet pastaj trashen, i hypin njëri tjetrit dhe krijojnë pastaj bllokime dhe infarkte edhe më të rënda në sytë të gjithëve dhe ndonjëherë dhe dëme, ndonjëherë dhe të pariparueshme, ndonjëherë dhe humbje jete, ndonjëherë dhe probleme si ato që ne pamë në disa prej zonave ku përballemi me përmbytje, të cilat ishin të përkeqësuar edhe për shkak të mbetjeve. Dhe kështu që këtu diskutohet gjithë shumë e madhe, unë nuk mund të flas dot i vetëm për këtë gjë sepse edhe nuk është më në fushën e përgjegjësisë të ministrisë, por natyrisht që në fushën tonë të përgjegjësisë është edukimi, është fushata e pandarshme që ne duhet bëjmë gjatë gjithë punës, gjatë gjithë shkaje që unë përmendja ju sot, unë e kam, po t'ju kthej ekranin, e kam këtu të shënuar, po në fund thashë jap fjalën juve që është, si më thënë, një komponent shoqëror si gjithë punës sonë në rast se ne punojmë, edhe me biznesin, edhe me vizitorët, edhe me turizmin vendas, edhe me tur operatorët, edhe me gjithçka çfarë ne takojmë dhe bashkëpunojmë. Nuk vëmë theksin tek rëndësia që ka mbrojtja e mjedisit për shkak dhe turizmit, por së pari një për një vend i cili jeton jetën e vet jo për të dukur pastër, por jeton jetën e vet sepse është interesuar të jetojë në pastërti. Dhe neve problemin që në përgjithësi
ka qenë në mentalitetin tonë, që ka qenë deri ke pragu jonë, dhe pastaj para pragut, ose pas pragut, ose pas murit rrethus e hedhin në rrugë. Ky është një problem që vjen edhe nga një mentalitet që ka qenë një lloj kolektiviteti, një lloj, si më thënë, zonet përbashkët që ne nuk e kemi pëlqyer përpara. Kemi qenë të orientuar që të kemi qenë shumë të interesuar për pragë brenda, shtëpitë tona shkëlqejnë pragë brenda, tani ka ardhur koha që kjo punë nuk mund të funksionojë dot më dhe nuk është vetëm për turizmin. Kështu ne po punojmë shumë në këtë drejtim, është leitmotiv në çdo prej materialeve tona, në çdo prej strategjive që ne paralel do të punojmë me trajtimin e mbetjeve, paralel me trajtimin e themi nevojave utilitare që kanë këto struktura. Paralel po punojmë, ju e dini që është punuar për trajtimin e ujrave të ndotura të hoteleve, edhe me ato të ujrave të zeza. Pra paralel nuk diskutohet që duhet punohet në shumë drejtime. Kuptohet që këtu ka shumë faktor, kur bëhen shumë faktor, aktor, institucione, gjithmonë komplikohet puna, por që task forcat, grupet ndërinstitucionale, komitetet që ne kemi, të gjitha këto janë në lëvizje, ka filluar viti, të gjithë jemi në lëvizje, për të pasur një vit, unë e përmenda deri dhe duke u kujdesur për beautifikimin e peizazhit tonë, për ta mbrojtur si të shenjtë peizazhin, sepse është ai që e bën që këto pastaj të jenë destinacione të cilat do të jenë një kënaqësi për të vizituar. Nuk mund të getoizojmë, nuk mund të mendojmë për 4-5 syje, çfarë do lloj brandi të vendosim ku të duam ne. Në rast se ne do të ndërtojmë një ide getosh, elitare, nuk do të ishte turizmi që duam. Nuk do të ishte as për ata që do të jenë në ato geto për një herë dhe nuk do të vinë më, dhe nuk do të ishte as për ne tjerë që jetojmë jashtë këtyre, po themi, konceptet pa dëshuruar të turizmit. Turizmi elitar do të thotë një turizëm i cili është i tillë sepse vendi ofron një autenticitet dhe një eksperiencë e cila është nga më të bukura se i takon mikpritjes, zemrës, gastronomisë, themi dashurisë që kemi ne si shqiptarë për mikun, ne vim dhe nga, domethënë, ne dalim nga fjala se shtëpia në radhë parë është e Zotit dhe e mikut dhe pastaj është e jona. Pra ky është një vend që e ka në ADN-n e vet mikpritjen. Dhe këtu nuk është fjala për të bërë turizëm dhe të mësojmë turizmin. Ne kemi vende siç kemi fshatrat në jug, apo fshatra të tjerë, të cilët kanë qenë aty dhe janë një mrekulli përpara se të ekzistonte koncepti i turizmit si treg. Pra ne mjafton të zbulojmë këto margaritar historisë dhe të trashëgimisë dhe neve jemi sot atraktiv vetvetiu. Po duhet të kuptojmë që kjo nuk bëhet pa një bashkëtesë që ka respektin, që ka zbatimin e ligjit, që ka respektin ndaj detyrimeve që kemi si komunitet, kudo ku jemi, edhe si pushues, edhe si qiraxhi, edhe si po themi në shtëpinë e dytë apo shtëpinë e tretë, kush e ka, gjitha njerëzit që vjen e vinë, ka një kosë shumë të lartë në ambientin mjedis dhe ne do të punojmë shumë. Më falë se ndoshta u zgjata, po është një temë që është shumë e rëndësishme dhe këtu do duhet bëjmë shumë. Pra kjo juaj që sapo më thatë është edhe një tjetër shtytje që ne do e kemi natyrisht parasysh, do duhet të japim më shumë llogarinë të drejtim dhe unë do jap më shumë llogarinë të drejtim me ato që ne po punojmë. Sa i takon Butrintit, vetëm për të dhënë një shifër, nëse do krahasonin 2023-shin e menaxhuar me një zyrë që quhej Zakpa dhe në kushtet shumë vështira që ka qenë menaxhimi i Butrintit, të paktën në vitin përpara se unë të merrja drejtimin e Ministrisë Kulturës, nuk e kam për asnjë lloj themi demaskimit të askujt, mendoj që ka qenë pikërisht problematika e mungesës së një modeli që ka bërë që ne të vinim aty ku ishim, dhe modeli i ri pra 2023-2025 kemi 148% më shumë vizitorë në vitin 2025 dhe kemi 318% më shumë të ardhurë në Butrinë. Është fjala për miliona euro më shumë në vit, nga 2 vjet, jo nga 20 vjet, por nga 2 vjet, të cilat janë potencialisht një mundësi shumë e mirë për shkak se modeli është i duhuri, që këto për transparencën që ka modeli i ri, për mënyrën si funksionon fondacioni i menaxhimit Butrintit, për të gjitha ato instrumenta që ne po përdorim, që të jemi edhe së bashku, po të jemi edhe në mbështetje, po të jemi edhe aq sa duhet të distancuar nga menaxhimi i ekspertëve dhe i profesionistëve të Butrintit, sepse është një sit shumë i rëndësishëm botror në UNESCO, dhe kështu që e kemi kokën lart në këtë drejtim dhe jam i bindur që jemi në
Jo vetëm jemi në duar të sigurta për shkak të këtij modeli që ne kemi zgjedhur, por do të shikojmë që do të kemi një kujdes nga pikpamja e konservimit, nga pikpamja e restaurimeve, nga pikpamja e mënyrës promovimit, do të kemi shumë shpejt qendrën më të bukur të vizitorëve, ndoshta në rajon dhe ndoshta jo vetëm. Në Butrinë do kemi një transport i cili do të jetë i gjithë i green, do të kemi një pikë 3 parkimi larg për pjesën më të madhe të fluksit të mjeteve që nuk duhet të jenë brenda, do të ruajmë gjithë aspektin e vjetër natyror të peizazhit dhe të gjithë, po themi, shekujve të shkuar në mënyrë që të jetë e gjitha ashtu e shkrirë, të ketë një trajtim shumë holistik i gjithë parku i madh i Butrintit, por njëkohësisht po punojmë me realizimin e regjistrimeve me ASHK-n, me hipotekimet, me procedurat e prokurimeve, kuptohet nga Fondacioni i Menaxhimit të Butrintit, por me mbështetjen tonë, sepse ka pasur probleme të pronës, ka pasur probleme të kthimit të disa parcelave, ka pasur situata nga si ato që ka pasur në gjithë Shqipërinë deri në ndërtime pa leje, të cilat po adresohen të gjitha dhe shumë shpejt do të kemi fillimin e disa për investime shumë të rëndësishme, të cilat vijnë fal këtij fondi natyrisht, po edhe fal fondit që Fondacioni Shqiptar Amerikan për Zhvillim vë dhe shton në mbështetje të Butrintit. Dhe kështu që është një histori suksesi, pra këtu realisht jemi me kokën lart. Për pjesën tjetër që folim për tidin e Durrësit, tu kemi që t'jem edhe unë fare i hapur, se kjo do jetë një çështje që unë kam bërë një interpelancë, kam komunikuar, jam munduar të jap gjithë informacionet e mundshme. Kemi gjithsej 74 shpronësime, nga të cilat vetëm 35 prej tyre janë objekte. Dhe ky është një nga projektet më të rëndësishme në nivel kombëtar. Kjo është porta hyrëse në Shqipëri për sa i përket Adriatikut. Ky është një nga amfiteatret më të mëdha romak në vendin tonë, është një atraksion i jashtëzakonshëm, po është një themi krenarie e zakonshme e trashëgimisë son, dhe rëndësia e projektit nuk mund të jetë dot një temë, po themi e një konferencë ose një pyetje, se duhet ndoshta të flasim edhe më gjerë. Rëndësia e projektit është e jashtëzakonshme, na superon ne, është përtej nesh, është përtej qeverish. Pra, nuk diskutohet që një ndërhyrje do ketë edhe disa sakrifica. Dhe këto sakrifica, në këtë rast mund të jenë disa objekte, përbëhen nga disa shëmbje ose themi ndërhyrje në disa për këtyre objekteve që janë balkone, kat pa shtesë, kat pa leje shtesë, kthina, dhe mund të jenë disa prej tyre të cilat preken, mund të ketë disa objekte që preken në tërësi që janë në numrin që u përmenda, pra 35, por jo plotësisht, mund të jenë, si me thënë, në sytë e atyre që shpenzohen vlerat, jo ato që ata dëshirojnë, dhe për këtë arsye ne jemi sot dëshmitar të një procesi i cili është edhe në gjykat. Në gjykat të gjitha siguri paditët e paraqitura janë rrëzuar. Gjykata ka vlerësuar që kanë qenë të drejta të gjitha praktikat e procedurat që ne kemi ndjekur. Nuk mund të them që nuk ka të drejtë askush, nuk diskutohet, që prandaj ka gjykata, prandaj ka procedura të cilat mund të rinegociohen, mund të bisedohen, mund të rishikohen. Prandaj edhe Bashkia e Durrësit ka bërë disa herë takime dhe ka ofruar disa herë mundësi të dëgjojë dhe të kuptojë që cilat mund të jenë alternativat për disa prej tyre. Nuk mundet dot që edhe të shëmben për shkak të një projekti që është kaq madhor disa objekte, po dhe të banojmë po aty. Nuk mundet dot që të realizojmë çdo dëshirë që mund të kenë disa familjar në raport me këtë projekt. Por ama dim shumë qartë që ky është një projekt shumë i rëndësishëm. Ky është një projekt që do shkojë përpara, ky është një projekt që është tashmë i financuar si një bashkëpunim me lutjen dhe me kërkesën tonë edhe nga Fondacioni Shqiptar Amerikan për Zhvillim, por kjo me lutjen dhe me kërkesën tonë dhe me falënderimin tonë. Dhe është shumë e gabuar që mund të mendohet se këtu ka ardhur Fondacioni, e ka ardhur ADF-ja dhe po bën ADF-ja një projekt në Durrës. Jo, jemi ne duke bërë një projekt në Durrës, është shteti shqiptar, është Bashkia e Durrësit, është shteti shqiptar, ministria që unë drejtoj natyrisht është Ministria e Përgjegjësisë për Kulturën
dhe ka një dorë të fortë në këtë projekt, sepse flitet edhe për gërmime arkeologjike, për një themi trajtim të amfiteatrit me një projekt i cili do kalojë së shpejti për leje në AZT që ka të bëjë me gjithë rihedzimin e amfiteatrit, me struktura biletarie, me struktura të kohës lirë, me një prekje, me një arkitekturë shumë bukur të asaj pjesë të amfiteatrit që ne do duam ta vlerësojmë, ta rihedzojmë, ta bëjmë që të jetë funksionale për shumë aktivitete, evente, vizitorë, një numër të lartë turistësh, të gjitha ato do të sjellin për qytetin e Durrësit, për turizmin, për Shqipërinë, për trashëgiminë shqiptare, një vëmendje dhe një themi një sy krejt tjetër, dhe ne nuk mundet dot që si themi të vëmë diskutim projektin për disa aspekte që lidhen me shpronësime të detyrueshme që projekti na kërkon. Këto shpronësime janë diskutuar disa herë, është parë disa herë harta, janë vlerësuar të gjitha objektet, janë vlerësuar dhe është bërë analizë për të gjitha aspektet dhe faktorët dhe është e domosdoshme që disa për këtyre objekteve duhet të lëvizin. Numri është shumë i vogël në krahasim me përfitimin e jashtëzakonshëm që ne do të kemi dhe që vetë qytetarët e Durrësit do kenë dhe që vetë këta si themi subjekte edhe disa prej tyre që mund të kenë subjekte ekonomike do të kenë, mjafton që të kemi themi vullnetin për ta bërë të bisedë në nivel korrekt, për ta bërë të bisedë në nivel ligjor, për ta bërë të bisedë në nivel të edukuar. Unë kam folur me disa prej tyre, kam folur edhe me deputetë që i përfaqësojnë, kam folur edhe në parlament, kam folur edhe në bisedat direkte me ta, janë përgjigjur gjithë pyetjeve që ata kanë pasur, janë përgjigjur gazetarëve që kanë pyetur për ta. Jam në kontakt vazhdueshëm me kryetaren Emiliana Sako për sa i takon këtij konfliktin që mund të themi, dhe jemi gati që të mitigojmë çdo aspekt të po themi të kësaj mosdakordësie me banorët, kuptohet brenda mundësive që ligji na ofron. Por ky projekt është projekt që ne e kemi shumë të rëndësishëm. Dhe ky është projekti ynë, ky është projekti i Shqipërisë. Nuk është projekti i askujt që i mbivendoset ndonjë institucioni shqiptar apo Bashkisë Durrës. Ne duhet të jemi krenar dhe ne duhet të jemi të zotët e rëndësisë së këtij projekti. Zot ministër, do doja dija nëse ministria ka një strategji që krahas turizmit elitar për gjatë 2026-s të përfitojnë nga turizmi gjithashtu edhe bizneset e vogla lokale apo qoftë edhe vetë banorët që janë pjesë të zonave turistike. Një nga rastet më të mira është përsëri Butrinti, ku projektet që fondacioni po aplikon bashkëpunim me komunitetin, me artizanët, me shitësit lokal, vendor, hapja edhe vetë parkut për një pjesë tyre, për stendat, për gjithë produktet e tyre bujësore, pra të kopshteve, fermave tyre të vogla, që janë atje edhe për turistët, edhe për qytetarët që vizitojnë, natyrisht artizanatin përgjithësi, ne po punojmë për fondacionin kultural, për që nga gjëra që se shtohet do të thosë janë shumë, për një brand të suvenireve shqiptare i cili është i dizenjuar, i konceptuar, i verifikuar në një farë mënyrë nga pikpamja artistike, nga pikpamja e vlerave traditës, nga pikpamja e asaj që përfaqëson në mënyrë që mos kemi në muze, institucione, site, parqe, themi produkte të cilat janë pa asnjë lloj kuptimi ndonjëherë në cilësi shumë të keqe, ndonjëherë edhe komplet gabuara në mesazhet që japin, edhe që janë, po themi, krejt banale në raport me atë që ne duhet t'i ofrojmë publikut në këto vende kaq ekskluzive. Në shumë vende të botës, muze, site e tjerë, një pjesë e mirë të ardhurave sigurohen gati gjysma ndonjëherë nga gjithë to produktet, po themi, suvenire dhe produktet komerciale, nga memorabilia dhe nga gjithë produktet dedikuara të artizanatit, apo që lidhen me një kujtim që do marrësh nga vendi ku ke qenë. Kështu që ka një potencial shumë madh ekonomik dhe fondacioni kultural i cili është në procedura e sipër do të bëjë dhe një blerje në sasi të mëdha të përqendruar të materialeve të kontrolluara natyrisht,
Këtu do të bashkëpunojmë me AID-ën, do të bashkëpunojmë me agjensitë cilat merret me certifikimin, në mënyrë që ne të blejmë artizanat, në ato raste jo të ushqejmë një artizanat industrial dhe ta dëmtojmë artizanatin, por të blejmë artizanat në ato raste kur kemi sasi për ta bërë atë që të shpërndahet në ambasada, në shtëpitë e kulturës së ndryshme që ne kemi jashtë, apo në gjitha projektet që ne kemi me diasporën. Vet Kultural është një projekt i cili zhvillohet jashtë Shqipërisë për herë të parë nga vjet dhe promovon kulturën shqiptare në botë, kështu që gjithë to mundësi që ne kemi për shkëmbim dhe pastaj gjithë rjeti ekskluziv i institucioneve tona. Për shembull mendoni dyqan ekskluziv në Kala, dyqan ekskluziv në Muzeun Kombëtar, dyqan ekskluziv në Teatrin e Operës Baletit. Të gjitha këto dyqane ekskluzive mund të ishin një pikë e mirë, një rjetëzim fantastik për të shitur më mirë, më shpejt dhe më me çmim të duhur produkte të cilat do të gjeneronin përfitim për gjithë këtë pjesë të artizanëve dhe të atyre grave duararte, e burrave duararte që janë nëpër Shqipëri, të cilët shpesh vuajnë, luftojnë që të ruajnë këto zanate, t'ia trashëgojnë ato fëmijëve të tyre, sepse nuk kanë burimet e mjaftueshme. Edhe kjo është një nga ato aspekte që ne kemi adresuar, do punojmë dhe do të investojmë dhe do të bëjmë ç'është e mundur që ta zgjidhim si një problematikë. Përshëndetje, Anila Kolgjini nga Euronews Albania. Doja të ndalesha te kultura. Ishte për ndjekurit politik përpara disa kohësh, përpara disa muajsh më qartë, protestuan për ndalimin e punimeve në ish-burgun e Spaqit. Aso kohë ju i pezulluat punimet, doja të dija, a do ketë një tërheqje përfundimtare për restaurimin e ish-burgut të Spaqit në qëllim të një filmi? Dhe pyetja e dytë, keni bërë një plan ndërtimi për muzeun në burgun e Spaqit? A ka një afat se ku mund të jetë gati? Faleminderit. Ta nis nga e dyta që është edhe përgjigje, themi, jo e lehtë, sepse ai plan menaxhimi është i përafërt dhe me kohët që jetojmë dhe me mënyrën se si po lëvizin edhe kostot, edhe se si po lëvizin çmimet, do jetë vështirë që të jetë i vërtet në atë shifër që pak a shumë projekton. Pra mendohet që mund të duhen rreth deri 6 milion euro, ndoshta, për të bërë një ndërhyrje e cila ajo nuk është e plotë, është një ndërhyrje fillestare. Kuptohet, jemi duke folur për një vend shumë të larg, jemi duke folur për kushte shumë të thyera terreni, jemi duke folur për kushte shumë të thyera atmosferike, problematik për të dërguar njerëz, për të dërguar firma, për të punuar, çka ishte edhe një nga ato arsyet që e çoi dhe projektin e parë, po themi modest, të asaj ndërhyrje në Spaç që ishte në vështirësi. Dhe duhet parë, si më thënë, plani i menaxhimit si një udhërëfys. Ky udhërëfys është shumë i rëndësishëm që na tregon mënyra, rrugë, këshilla, sugjerime se si mund ta trajtojmë ne historinë e Spaçit dhe çfarë mund të bëjmë ne që kjo të jetë në sytë e publikut dhe si mund të jetë kjo në sytë e publikut më mirë se sa duke qenë themi thjesht e botuar, e publikuar apo e muzealizuar në Tiranë në një variant multimedial. Pra si mund të bëjmë ne që ne të kemi interes të shkojmë në Spaç, të flëm diku atyre zonave, të rrimë më gjatë, të ecim itinerareve, të na shpjegohet çfarë ka ndodhur, të kemi interes më të fortë për të marrë të rrugë, është disa orë rrugë, edhe bëhet gjithmonë më vështirë kur bëhet pastaj për grupe më të mëdha, kolektive më të mëdha, sepse jemi në një vend që nuk e kuri. Pra praktikisht jeni një ai vend është konceptuar të jetë aty pikërisht për të dhënë këtë ide. Që je në zgrip. Jeta jote është mes minierës dhe një zgripi ku ti po ja dole të jetosh të dytës do vdesësh ke e para, po ja dole ke e para do vdesësh ke e dyta. Ti je dhe pastaj përballë ke shpatin tjetër të malit dhe gjitha kjo ka bërë që është shumë e vështirë që të ketë një ndërhyrje të qëndrueshme atje. Dhe do shumë financa. Neve si vjet po punojmë siç u thash për instrumente. Nëse do arrim që me këto instrumenta ne të çlirojmë fonde, e të çlirojmë mundësi që ne të kemi arkat më në gjendje për të adresuar dhe projekte kaq madhore, do ishte shumë mirë. Nëse partnerët tanë si delegacioni Europian apo partnerët tjerë të ndjeshëm mbi historinë dhe mbi, po themi aq më tepër persekutimin, periudhën komuniste, do të jenë afër nesh, do të ishte shumë mirë. Sepse janë projekte që nuk bëhen dot vetëm nga
qeverit. Ne në radhë parë, pra vërtet që ajo ka një vlerë të jashtëzakonshme. Po shumë e vështirë të vëmë në peshore se sa vlerë ka ndërkohë një shtëpi në Gjirokastër e cila është kategori e parë dhe e cila është në prag të rëzohet. Pra, domethënë, do duhet kujdesemi shumë edhe për objektet që kemi në territor, kemi objektet që nuk janë pjesë e qyteteve dhe qendrave, të cilat janë shumë të rrezikuara. Kemi shumë nevojë për ndërhyrje në trashëgimi dhe kemi shumë kala të cilat kanë nevojë për ndërhyrje tashmë shumë më të thella, më të forta. Mos harrojmë që në Krujë kemi akoma disa probleme me shkëmbinjt që janë jashtë, me ndërhyrjet që janë atje. Krujë në vetvete është një qytet i cili kërkon një vëmendje shumë të madhe, shumë të madhe. Që nga poshtë, që nga hyrja deri lart. Edhe aty kemi të gjitha. Kemi nga mbetjet nëpër kanale, tek ai pylli zonë mbrojtur i cili duhet parë komplet, se duhet të jetë një parajs që të shkosh në Krujë. Ndërtimet pa leje, ndërtimet e degraduara, pastaj pjesa atyre që janë rrotull kalas, kalaja etj, vetëm për të thënë se sa të mëdha janë sfidat, janë shumë të mëdha. Pra, a do donim ne të kishim ndërhyrje në Spaqe ta bënim atë lule në kuptimin për ta po a mundet do të jetë gjithmonë e mundur, nuk është e lehtë. Nga ana tjetër ka disa koncepte për Spaqen. Ka një koncept i cili ka të bëjë thjesht me si e kemi jetuar ne dhe si e kemi mohuar ne dhe si e kemi dënuar në Spaqen në braktisje, që është pjesa pasi Spaqe ka qenë funksional. Ka edhe një pjesë tjetër që kërkon ta shoh Spaqen siç ka qenë funksional. Pra, siç ka qenë fiks deri në vitin 92, deri në vitin 91-92, sepse ata u liruan pasi ne rrëzuan diktaturën. Kanë qenë në burg edhe pas vitit 90. Atëherë këto dy qasje janë pjesë e këtij studimi dhe këtij plani dhe do duhet të përplasen fort që të kuptojmë që mund të ketë një ide e cila shkon drejt një riedzimi, e cila mund të shkojë edhe drejt një qendre vizitorësh, po mund të jetë një qendër akomodimi, po mund të jetë edhe një hapësirë ku njerëzit mund edhe të kenë një hotel si të atyre kushteve për të kuptuar se çfarë kanë qenë ato kushte. Ka të tilla në botë që bëhen. Pse ka hotele arti në botë? Pse ka hotele në zona ku ka pasur zyra lufte, ku është, si do thënë, ku është mbledhur ta zëm qeveria britanike për të ndjekur luftën me nazifashistët. Pse janë marrë objekte trashëgimie kulturore dhe janë kthyer në hotele në disa vende. Pra ka shumë qasje, janë për të diskutuar, nuk duhet të respektohet shumë ndjeshmëria, ka edhe shumë ndjeshmëri të vështira. Pra, nëse ajo nuk kthehet në një pikë e cila do të mund të gjeneronte të ardhurat që të mbante veten, ky ekuacion që un po ju them për një investim në Spaqe do isha akoma më i pamundur. Në rast se ne nuk mendojmë që atje duhet të shkojmë, atje duhet të ketë një infrastrukturë të tërë që të jetë një spektakël nga pikpamje muzeale, po ama të kesh dhe vende ku mund ndalosh, kesh dhe vende ku mund të rish, kesh dhe vende ku mund të drekosh, kesh dhe vende ku mund kalosh kohë dhe mund të bësh konferencat, mund bësh dhe mund të shohësh ndërkohë Spaqen, mund ta jetosh, po mund edhe të jesh në kushte krejt moderne diku aty. Se nuk mund të bësh dot që të shkosh në Spaqe pastaj të shkosh trish në një bashki aty afër pastaj të vish prapë, është shumë i vështirë si projekt. Kështu që kjo me ato rrugë, me ato situata që janë. Pra, nga pikpamja e fizibilitetit është i diskutim i tillë, unë do isha shumë interesuar që ne të kishim memorien, të kishim jo vetëm respekt për sakrificët që populli jon ka hequr e vuajtur ata të shkretë që kanë aty jetën e tyre, vitet e tyre, nuk diskutohet që duhet të jenë përjetësisht në memorien dhe në po themi në kujtesën tonë, por nga ana tjetër duhet të jemi edhe të përgjegjshëm për atë që bëjmë. Investimi që ju përmendet, unë ja u them, ka qenë një gjë krejt bazike, ka qenë riparimi i 3-4 kfinave, mbajtja e një solete dhe vënia në vend e një solete që kishte rënë, disa shkallë kishin rënë fare. Ka qenë një ide që edhe pjesa e banjave që kanë qenë në tulla silikat të ringrihet paktën në pjesën deri në atë si mini tarac që ka, nuk do të kishte asnjë gjë të keqe as kjo. Megjithatë për shkak të theksit që mori se si u politizua, si u instrumentalizua, ne e respektuam me ndërprem e lam që pasi të miratoi plani menaxhimit. Me planin e menaxhimit përpara si udhërfys, ne të ridiskutojmë ndonjëherë me grupet e interesuara, sa i takon filmi mund të bëj virtualisht, mund të dekoroj, mund të bëj butaforinë e vet dhe mund të bëj edhe nga pikpamja e imazhit audiovizual me teknikat e sotme, ndërton komplet burgun, vetëm i duhen disa themi koordinata dhe disa pika ku ai kapet për të ndërtuar programin, por që mund punojë edhe në këtë mënyrë dhe çdo gjë që mund të bëhet për filmin mund të jetë
e kthyshme. Pra mund të jetë një derë metalike e cila rikthehet dhe hiqet, mund të jetë një kullë vrojtimi e cila vihet dhe hiqet. Të gjitha këto nuk kanë një gjë. Vlera ka qenë me vërtet një vlerë që as ja vlen diskutojmë. Vlera e këtyre ndërhyrjeve. Filmi në vetvete është një film që është shumë i rëndësishëm për historinë e Spaçit dhe për historinë e vuajtjeve shqiptare në burgjet e regjimit. Nuk hy më tej këtu. Filmi është subjekti i komisioneve të filmit dhe i gjithë zyrave ku ka aplikuar për të marrë për t'ja dalë me financimin. Nëse filmi do ketë financim, filmi do trokas, do vi do kërkoj leje për xhirime, ne do t'i japim leje për xhirime, do të ofrojmë të gjitha mundësitë që kemi që t'i ndihmojmë. Po qëse do bëjnë butafori në Spaç, do duhet ta kthejnë kur të mbarojnë në gjendjen e mëparshme. Nuk ka asnjë problem. Ai projekt që nisi atëherë që ishte vetëm ky riparimi këtyre 2-3 kthinave, pati një moment që ne kemi dalë, nuk kanë folur dhe kanë shpjeguar, po që nuk ka asnjë pasojë në Spaçin siç është aty, po Spaçi siç është aty nuk është Kurkundi. Pra do duhet të kuptojmë në këtë pjesë që as mos ta prekim dhe ta lëmë ashtu nuk është zgjidhja. Kështu që do duhet tani ta adresojmë, por na duhet një forcë financiare më e madhe se kjo që kemi sot. Përshëndetje, Fiorenca Cana nga Ora News. Ngrohja klimatike është bërë tani një problematik. Si po ja adreson Ministria shqetësimet që vijnë nga ngrohja klimatike në turizëm? Faleminderit. Në fakt ka një studim i cili është edhe i miratuar, duhet të jetë në proces, besoj miratimi, besoj që ju duhet të informoheni më shumë nga Ministria përgjegjëse që është Ministria e Mjedisit në këtë rast, që ka paraqitur një studim që flet për pasojat dhe për mjetet dhe adresimin që i do bërë nga gjitha institucionet, faturës dhe gjithë kostave i do të ketë përshtatja dhe ndërhyrjet që do të jenë me efekt pra mbrojtjen nga këto ndryshime klimatike dhe, si më thënë, zgjidhjen e atyre problemeve që ndryshimet klimatike sjellin për secilin sektor. Këtu është edhe sektori i turizmit natyrisht. Ne në përgjigjen tonë ndaj kërkesës që na është bërë, kemi kërkuar më shumë vëmendje, më shumë parashikim fondesh, më shumë themi njohje, kuptim të rëndësisë që ka industria e turizmit në përgjithësi dhe të rëndësisë që kanë të gjithë sektorët që lidhen me turizmin, sa i takon pasojave nga ngrohja klimatike, në mënyrë që ne të bëhemi gati, si më thënë, për një përshtatje, jo vetëm në kuptimin infrastrukturor, por edhe në kuptimin edukativ, dhe këtu pastaj përmendem edhe atë që tham që turizmi ka shumë impakt edhe në vetvete, më shumë turizëm, më shumë shifra, më shumë njerëz, më shumë makina, më shumë tranzit, më shumë trafik, më shumë konsum, më shumë mbetje, më shumë themi pasoja janë natyrisht që shkojnë tek gjitha këto themi struktura, element, qytete, rrugë, infrastrukturë, gjithçka e cila kërkon patjetër që të adresohet në këtë sfidë që është, që duhet të përshtasim pra gjithë veten tonë, soft dhe hard, në të butë dhe në të fortë, si më thënë, edhe në kuptimin e mentalitetit, dhe në kuptimin e politikave dhe gjithçka që ne kemi, regulatore, disiplinuese, masa, kritere, standarde, protokolle, kjo është shumë e rëndësishme, nga ana tjetër pastaj gjithë infrastruktura që natyrisht kërkon. Ne jemi në prag të hapjes një kapitulli 3 sa i takon detit, sa i takon ekonomisë blu, sa i takon marinave, pra planifikimit të më shumë marinave, të më shumë ankorimeve, të më shumë vizitorëve që vinë nga deti, që vinë me varka, me jate, dhe në këtë aspekt në çdo një prej strukturave që këto do të aksesojnë, nuk diskutohet, do kemi më shumë ndikim. Kështu që do duhet të bëhemi gati për më shumë financim dhe më shumë vëmendje. Përshëndetje, Edlira Rusi nga Agjencia Telegrafike Shqiptare. Pyetjen e parë kisha për programin e jetëzimit të kullave.
A kemi arritur në fazën e dytë të restauruese ose nëse ka nisur atëherë do të nga njëri qark apo nga të gjithë njëkohësisht, si do të veprohet? Dhe pyetjen tjetër për sa i përket industrisë së filmit. Meqense ju e keni përmendur edhe me QKK-n, që doni ta bëni atraktiv Shqipërinë si një lokacion, a është akoma në nivel dëshire apo kemi ndonjë kontrat apo plan me ndonjë agjensi, me ndonjë shtëpi filmike ndërkombëtare? Okej, kemi për kullat në bashkëpunim me GIZ, faza e parë natyrisht duket sikur padurimi është i madh sepse sidomos se këto janë dhe objektet vetvete dhe këto të rrezikuara deri në një farë mase dhe nuk diskutohet që presin ndërhyrje të shpejtë, po plani i parë dhe puna më e mirë, pra është ajo punë që fillon dhe bëhet e organizuar mirë dhe pa një skanim të plot të gjitha tipareve, aspekteve, edhe nga pikpamja ndërtimore, edhe nga pikpamja e zonave ku ato ndodhen, marrëdhënia me objektet e tjera, lagjet, materialet, planet që ne kemi për këto zona, është parësore. Dhe kështu që kjo është për momentin që po flasim faza e parë, sa më mirë kjo fazë të mbyllet, aq më mirë do të jetë e preventivuar, e parashikuar, e planifikuar pjesa e ndërhyrjeve. Është një fazë e rëndësishme sepse këtu po njihemi me shumë të tepër interes, dhe kështu që ne po lobojmë në këtë moment që jemi edhe për të shtuar numrat e shtëpive që regjistrohen dhe që themi katalogohen dhe që inventarizohen për këtë projekt. Janë qarqet që unë përmenda, pra pothuajse gjithë qarqet Veri Lindje, Dibër, Shkodër, Kukës, Lezhë, por që kjo është faza e parë. Faza e dytë do të jetë pastaj që do të investohemi së bashku me GIZ dhe me partnerë tjerë. Sa më serioze të jetë kjo fazë, aq më e suksesshme është faza e dytë. Ne sot jemi në një moment që fondet, programet ku ne mund të aplikojmë për projekte janë pafund. Ne kemi dhe detyrimin që të aplikojmë me sukses në këto fonde sepse ne paguajmë dhe fit vjetore për të qenë eligible për këto fonde. Për shembull Europa Kreative. Pra ne i bëjmë këto pagesa dhe këto fi, ne marrim përsipër dhe fushatat ndërgjegjësuese apo po themi sesionet informuese e tjerë, të gjitha këto bëhen, kësa herë ne vendosim të bënim si shtet nga një eksperiencë që kishim gjetur më përpara që nuk pam se kishte funksionuar, është punuar më mirë. Këtu kemi punuar me si themi me gjetje të personave sa më të aftë për të bërë këtë punë. Nga ana tjetër kemi kërkuar ndihmën dhe sa pak sepse është shumë problematike të dish të shkruash projekte, në gjuhën që Europa sot mendon dhe në gjuhën që Europa punon. Dhe po punojmë shumë në këtë drejtim dhe fondet nuk janë problem. Domethënë është kjo që po them tani ndoshta nuk ka shumë kuptime sa folim deri tani se folim për problemet e fondeve, po fondet në disa prej këtyre projekteve, domos kur vjen fjala pra për të ndërhyrë në traditë dhe zhvillim qëndrueshëm, turizëm, rrjedhime e tjerë, sidomos kur bëhet fjala edhe për objekte, shtëpi, të cilat janë private, të cilat janë që i përkasin, po themi, personave që jetojnë në to dhe që punojnë në to, janë me shumë interes në këto programe. Një lloj programi rrjedhimi është ky që ne po flasim, si ai që dikur u ndërmor dhe nga shteti shqiptar, por që neve duhem që ta ngrimë në një nivel më të lartë. Duhet të jetë një nivel më i lartë dhe duhet vi edhe me fondet të cilat ne duhet të aplikojmë dhe të fitojmë së bashku dhe prandaj jemi këtu me GIZ, prandaj jemi këtu me partnerë dhe me konsulent shumë mirë që të kemi mundësi të gjenerojmë më shumë hapësirë financiare. Dhe në rastin e arrim që të ecim shpejt me skanimin, unë këtu kam disa prej drejtorëve, por nuk e hap dot fjalën sot për në detaj, dhe do të kemi shumë shpejt rezultate konkrete, ato do të publikohen, do të jetë një proces përzgjedhjes, do të fillohet dhe do të punohet në mënyrë të qëndërzuar. Sepse një nga problemet kryesore të vështirësisë projektit të rrjedhimit, kur ai bëhej me banorët vet, ishte sepse coptimi, fragmentarizimi bëri që të humbi cilësia, firmat, ustallarët, kushurinë e tjerë që u gjetën për të bërë këto punime nuk i bën sa duhet dhe ne sot jemi duke marrë deri dhe me kthimin e fondeve në disa raste. Sepse nuk kanë qenë punime të suksesshme. Kështu ne duhet punojmë në mënyrë të tillë që kjo pastaj të zbatohet në mënyrë të qëndërzuar,
të mund të ketë interes për brigadat që do punojnë, të bëhet në mënyrë marrëveshje kuadër në disa zona dhe të punohet me çmime dhe me preventiv cilë do të jenë korrekt, cilë do të jenë të mjaftueshëm për firmat që hyjnë, sepse jemi në një situatë që shpesh firmat nuk kanë interes të shkojnë në vende të thyera, të thella dhe bëhemi pastaj pengesë. Dëshira jonë kthehet në një problem për të ecur përpara. Më pyetët dhe për filmin, ne kemi ecur goxha, kemi bërë të gjitha dëgjesat e nevojshme me gjithë komunitetin, kemi rënë deri diku dakord me gjithë komunitetin sa i takon amendimeve do ketë ligji i kinemas, ka ardhur koha, ky ka qenë dhe është një ligj i mirë, është një ligj që ka ndetur mirë në kohë, por ky është një ligj që sot kërkon se s'bën që të njohë ndryshime të thella dhe edhe vetë natyra e agjensisë re që duam të krijojmë duhet dali me një status dhe me një themi mënyrë funksionimi krejt të re. Qendra kombëtare e kinematografisë sot është shumë e kufizuar, është thuajse e pamundur që të bëj shumë prej veprimtarive që shumë agjenci sot kryejnë. Nuk arrin dot të bëj veprimtari as vetë financuese, as nuk është e lirë të operojë në treg, as nuk vepron dot me subjektet në mënyrë dinamike, në mënyrë themi plurale, po ka disa kufizime të cilat ligji ka caktuar dhe ka shumë pamundur që të jetë një agjenci e suksesshme, që të jetë një qendër e suksesshme. Pra kalojmë nga koncepti i qendrës në konceptin e një agjencie shumë e zhvillës sa i takon sektorit. Tani gjitha këto do dalin se unë nuk mund t'i para caktoj, do duhet të dalim me draftin, do hidhet draftin në konsultim publik, do përballemi me çdo sugjerim dhe kritik, do vijojmë me procesin e miratimit dhe do vijojmë me procesin e strukturimit më pas të gjithë sektorit në këtë formë. Në rast se duhet të jap në detaj për ku jemi sot, ka shumë këtu ku jemi sot, për shembull kjo godina pas Ministrisë Turizmit, Kulturës dhe Sportit i përket Qendrës Kombëtare të Kinematografisë dhe Institutit Katalist, që është një institut që merret me shkollimin e të rinjve, të rejave për filmin, për film produksionin, për themi ato role që nuk janë role me diplom apo me master që merren nga akademia, për shembull Marubi, po këto janë role të atyre që punojnë në realizimin e filmit. Dhe këtu punohet me talente, po ashtu punohet me stands që janë ata artistët që mund të bëjnë si për rolin e atij që i hidhet, që nuk hidhet artisti i vërtet, dublant, ka dhe, po se dublant është edhe me e gjërë, po këtu punohet me famturet që vinë nga Hollywoodi dhe që ne dalim me ta dhe shohim vende, shohim peizazhe e tjerë, pra kuptohet dhe Katalisti dhe Qendra Kombëtare e Kinematografisë, dhe është një farë mënyre që po gëllon ambienti, ka hapur dyert ambienti për këto marrëveshje dhe për këta si themi profesionistë fushës. Kemi marrëveshjen e re që do të jetë shumë shpejti e publikuar me Qendrën Kombëtare të Kinematografisë të Francës, nga ana e Qendrës Kombëtare të Kinematografisë të Shqipërisë, përsëri për filmin dhe për më shumë financime, për më shumë bashkëpunime. Kemi në projekt që të kemi një zonë të lirë ekonomike të industrisë kreative, prandaj dhe duam një agjencia të drejtohet tek industria kreative, sepse në rast se nuk do kemi mundësi për shembull që të lobojmë për incentiva fiskale që prekin gjithë vendin, pra që janë në gjithë territorin, mund të bëjmë mundur që të mund të adresojmë të incentiva fiskale në territoret kontrolluara, pra në zona të lira ose zona ku ne do kemi studio dhe prodhim dhe kushte shumë të lehta fiskale tatimore dhe shumë të volitshme për ata që duan të prodhojnë film. Nuk them dot tani për tax rebate, sa do të jemi dot në gjendje që të kemi një fond për tax rebate, por mendoj që, siç u thash edhe në fillim, në rast se ne do dim të kalojmë përtej dhe të kapim fonde të cilat deri sot nuk na i merrte mendja se do të kishim, atëherë do të jetë një lojë krejt tjetër, do të jetë një epokë krejt tjetër edhe për kineman, edhe për filmin. Sot është shumë vështirë të sponsorizoj dikush diçka në film, në sport, në art. E ka pothuajse problem ta bëj. Jo më që ta ndihmoj në ndonjë aspekt saktuar ligji për ta bërë. Ai ligj që ne mendojmë që do të miratohet, do të hap horizonte që janë të pa imagjinueshme për sot, për ta bërë shumë më të lehtë injektimin e financave në sport, në dukje
duket sikur financat do injektohen me anë të këtij ligji dhe ndryshime i do bëjmë vinë nga tatimi i fitimit, është e vërtetë që ato do të vinë nga tatimi i fitimit, por ato do të sjellin dhe do të gjenerojnë një efekt domino shumë pozitiv në atë që ato do të sjellin. Pra, një festival 5 milion euro sjell një efekt ekonomik në një qytet 25 milion euro. Një koncert i madh i një këngëtare të jashtëzakonshme në një qytet, Stockholm, kushton 50 milion euro, sjell 250 milion euro ekonomikisht për qytetin. Pra, do të vinë njerëz, do të ketë bileta, do të ketë ardhur, do të ketë net hoteli, do të ketë konsum, do të ketë blerje, do të ketë dyqane që shesin më shumë produkte shqiptare. Të gjitha këto në fund fare financat do t'i tatojnë, do të jenë gjitha të fiskalizuara. Ky efekt është shumë vështirë të kuptohet sot. Do të marrë hapi i parë, dhe pastaj me hapin e parë do vi më njëherë dhe hapi 2 dhe 3 dhe ne nuk do humbim para nga buxheti i shtetit. Ne do fitojmë më shumë para në buxhetin e shtetit. Por guximi i herës parë është i vështirë. Sidomos për ata që merren vetëm me fiskun edhe me financat. Sepse thoni kam këtu. Pse ti lviz? Po ne do të mendojmë edhe më gjerë se kaq. Blerina Goce, Report TV. Një pjesë e rëndësishme e institucioneve kulturore, të cilat edhe ju i përmendët, prej kohësh janë zhndërruar në një kantier ndërtimi dhe disa prej tyre edhe kanë qenë të mbyllura. Do donim të dinim nëse ka një afat të caktuar apo keni ndonjë kohë konkrete se kur priten që të përfundojnë punët me to. Të themi deri ku është puna me godinën me teatrin e ri kombëtar, me bibliotekën kombëtare, muzeun kombëtar, edhe nëse do të investohet edhe në godinën aktuale të bibliotekës kombëtare, krahas ndërtesës së re të bibliotekës që do të kemi. Dhe nëse mund të thoni diçka edhe lidhur me punën me muzeun e Durrësit, kur pritet që ky muze të jetë gati, dhe kthimin në të Bukuroshes së Durrësit. Faleminderit. Okej, ta marrim nga qërshia mitort, nga Bukurosha e Durrësit, e cila do të shkojë në Muzeun Arkeologjik të Durrësit patjetër, po për shkak të punimeve që bën në Muzeun Historik Kombëtar dhe për shkak të mënyrës se si ishte vendosur Bukurosha e Durrësit, pra radha dhe materiale që duhet lëviznim, koha që këto materiale të lëvizin, siguria që këto materiale të lëvizin. Mos harrojmë që është një kantier më vete Muzeu Historik Kombëtar dhe ka disa zona ku mbahen me siguri disa prej artefakteve të shumë të rëndësishme. Kjo kohë ka bërë që të ketë një vonesë, do të bëhet dhe do të shkojë. Ne po punojmë që të jetë punë pak muajsh. Nuk e them dot me një muze, është shumë e vështirë të thuash një datë, edhe pse ndonjëherë ne politikanët po të vëmë një datë e arrim. Po kam shumë dëshirë që ne të bëjmë një inaugurim të mirë, të saktë, dhe jo thjesht them një datë dhe të vrapojmë pas një date inaugurimit dhe ta inaugurojmë keq. Duhet ta kuptojmë të gjithë, sidomos për një muze, është shumë e rëndësishme që të gjitha punët të bëhen mirë. Punimet kryesore atje kanë mbaruar, ka filluar muzealizimi, po bëhet vendosja e veprave, po bëhen gjithë instalimet, po bëhen gjithë lidhet elektrike, janë porositur gjithë brandimet, gjithçka që lidhet me mbarimin e muzeut është në vit arkeologjik në Durrës, besoj do të jetë, ne mendojmë në pranverë, po do të jetë një gjë që do ta lançojmë me një datë dhe do bëjmë një ceremoni të denjë. Është një muze i cili për brenda është i vogël, nuk është se është shumë i madh si hapësirë, kështu i kemi punuar goxha dhe me oborin, do punohet goxha dhe me pjesën e pasme. Kemi pasur shumë debate dhe me Institutin e Arkeologjisë për shkak të depozitës që ata kanë të mbetjeve, të gjetjeve dhe të shpesh kanë qenë edhe nga gërmime dhe janë të pa kataloguara, janë të pa indeksuara, të pa evidentuara se çfarë ka në këtë depozit. Dhe kjo ka marrë goxha kohë, kanë dalë goxha probleme rrugës për Muzeun Arkeologjik, ku duhet them që se nuk i dim, s'do i dim kur ta inaugurojmë, nuk do t'i mbajmë më mend. As certifikat pronësie nuk ishim. Ne kemi bërë tani që po mbarojmë muzeun. Që të kuptojmë, domethënë që janë shumë epoka e vite, tranzicioni, probleme, pretendus nga mbrapa, pretendus anash, cilat janë zgjidhur gjatë kësaj kohe, tashmë jemi aty ku duhet në çdo aspekt. Kështu që ajo, pra, ai kantier që nga kantierët që ne kemi më pak dhimbje koke. Jemi më të qetë, flëm më qetë tek ai kantier. Nga ana tjetër, Muzeu Historik Kombëtar dhe këtu ku përmendim EU4Culture, që është një
bekim që na ka ndodhur, që ka ardhur në Shqipëri pas tërmeteve dhe na ka dhënë një fond jashtëzakonshëm, një listë punësh dhe ekzekutuar dhe zbatuar në mënyrë të përqendruar nga UNOPS, që është një eksperiencë që ne në Shqipëri nuk e kemi dhe që ne në Shqipëri duhet ta gjejmë dhe ta vëmë në jetë. Ne kemi biseduar edhe në retritin e fundit që ishte i fillimit vitit. Unë e kam ngritur që ne na duhen struktura të tilla të specializuara jo vetëm të prokurimit përqendruar, por edhe të zbatimit përqendruar, sidomos në fushën e kulturës, sepse është shumë e vështirë për një ministri si ministria që unë drejtoj që të jetë gjithë ditën në kantier, ndërkohë që duhet merrem me politika dhe me rregulla, standarde, protokolle. Është shumë e vështirë dhe kjo vështirësi ndonjëherë është edhe një problem shumë i madh në rezultatet finale që ne kemi, që të përkthehet edhe në kohë ndonjëherë dhe në vonesa, se duhen bërë gjëra të mirë. Ju e dinin çfarë kohë jetojmë. Letrat janë problem i madh. Njerëzit janë në vështirësi. Kështu që janë projekte shumë komplekse, janë projekte që kërkojnë shumë rishikime, janë projekte që kërkojnë dhe marrin kohën e tyre shpesh për arsye që janë të pashmangshme. Për shembull, për t'ju thënë për Muzeun Historik Kombëtar. Ne kemi planifikuar vjet, ka qenë e paparashikuar për ne që të mbarojmë seksionin 5 të përforcimeve që nuk mund të mbarohej dot nga UNOPS, sepse fondi EU4Culture për Muzeun Historik Kombëtar, për pjesën e përforcimeve, që ishte pjesa themelore e projektit, që janë nën tokë kryesisht, nuk dilte për shkak se në vite u goditën nga kursi i euros, sepse ata punonin me euro dhe pastaj paguanin në lek, dhe u goditën nga koha që mori lloji i ndërhyrjes, nga procedurat që ata patën, dhe gjithë kjo kohë në fondet e tyre të kontingjencës kushtoi para, këto para në një moment caktuar mbaruan. Ne, për të ardhur në ndihmë të projektit, kemi dalë përpara problemit, kemi alokuar një fond nga ana jonë për pjesën e seksionit 5, do bëjmë dhe pjesën e seksionit 5 dhe pastaj projekti i cili është tashmë i detajuar, i është rishikuar dhe është, si më thënë, përditësuar i gjithë projekti i Muzeut Historik Kombëtar deri në muzeim. Ky projekt është gati, ka kaluar dhe në Komitetin e Projekteve Strategjike. Ky projekt ka marrë miratime dhe është i maturuar nga pikpamja e një projekti detajuar edhe nga pikpamja financiare, dhe ne jemi duke lobuar me qeverinë, se tani është goxha projekti i rëndësishëm, që të kemi një financim të shtrirë në vite për atë që do jetë Muzeu Historik Kombëtar për pjesën pas përforcimeve. Ne kemi patur një financim të parashikuar, financimi për projektin e ri të Muzeut Historik Kombëtar, i rishikuar dhe me gjithë muzealizimin e ri, kërkon natyrisht që të ritrajtohet në tyrezat që ne kemi me Ministrinë e Financave dhe me SASPAK, ku ne nuk përjashtojmë edhe mundësinë e një lobimi të një financimi nga për shembull nga Banka Evropiane e Investimeve, që janë me interesa të ulta, që janë me kritere lehtësuese sa i takon financimin. Pse e them të gjithë? Se nuk është as pak problem, edhe nga buxheti i shtetit qoftë, edhe nga financues si për shembull Banka Evropiane e Investimeve, e rëndësishme është që ne të ecim me projektin dhe e rëndësishme është që ne të mos ndalojmë, se nëse ne financojmë muzeun, do kemi ndaluar 10, 15, 20 projekte tjera. Tavanet buxhetore të Shqipërisë, se përmenda në fillim kur fola, këto janë. Edhe në ditët më të mira. Lërë më në ditët kur ju e dini që rajoni dhe gjithë ata që unë takoj, kudo që shkoj, më thonë, qeveria juaj është përfshirë shumë me armët, armatimi, ja u ka marrë buxhetin, se kudo gjithë bota është duke folur vetëm për armatimin. Nuk është e lehtë në momentin që flasim për të pasur një buxhet të niveleve që ne kërkojmë dhe që ne na duhen në mënyrë të menjëhershme, gati ndonjëherë edhe në mënyrë të papritur. Sepse kemi shumë ambicie, kemi shumë institucione, po tavanet janë ato. Parametrat makroekonomike janë këto. Ministria e Financave kërkon që po të dha diçka, do të zbresë diçka tjetër. Prandaj u fola për sa kreativ duhet jemi për të ardhurat, sa kreativ duhet jemi për vetë financimin e për metodat të reja të gjetjes fondeve. Për shembull, vetëm për ta, ndoshta jo për ta mbyllur, por për t'ju thënë që për këtë vit, për vitin 2026, ne po punojmë që të kemi 76% më shumë të ardhura në total. Në qoftë se Ministria e Turizmit dhe Ekonomisë dhe, nëse Ministria e Turizmit dhe Kulturës dhe e Sportit, se fjala te ekonomia, se ekonomia e të ardhurave, gjeneroi rreth 9 milion euro në vitin 2025, ne duam gjenerojmë rreth 14 milion euro në vitin 2026, që do të thotë në të gjitha llojet e
mënyrave që lidhen me mirë administrimin, me tarifat përditësuara, me shërbimet që IKTK-ja sot i bën edhe me tarifat e veta, me deri dhe arkivi qendror shtetëror i filmit me tarifat caktuara, kudo duhet jemi kujdesshëm që aty ku ka mundësi ne të krijojmë të ardhurat. Ato të ardhurat nuk janë të pakta që ne po themi që duam të rrisim, dhe që ne po rrisim është një nga detyrat kryesore me të cilët të gjithë ministrat, po unë veçanërisht kam dalë nga ritriti i fundit qeveritar. Nëse kultura me këtë lëvizje, me këto vizitorë, me këto numra, me këtë interes që ka, nuk prodhon më shumë të ardhur, do e kemi shumë vështirë që të financojmë ato që ne duhet financojmë. Dhe mendoni se çfarë mirëmbajtje duhet. Pra, shpresojmë në një vit i cili do na japi një listë sponsorizimi të rëndësishëm, sepse mund na sjelli fonde që nuk i imagjinonim, që mund ndihmonin artistët, aktivitetet dhe projektet. Kjo do sjellë shumë më tepër të ardhura, bileta, turist, vizitor, ekonomi në vend. Nga ana tjetër, arti nga kursimet e tenderave, një tjetër buxhet shumë i rëndësishëm. Nga ana tjetër, dividendi që mund vi për pjesën e ligjit të lojrave të fatit, që është ai shumë i rëndësishëm, sidomos për sportin, dhe kujdes, mirë administrim, maksimizim në kuptimin ekonomik të gjitha të ardhurave në rang vendi. Okej, unë tani po e shoh i tmerruar orën, se që ka 13:45, por kjo do thotë që ju më mbajtët këtu, apo unë i vonova juve, unë nuk e di, po. Po se dua edhe t'ju përgjigjem saktë dhe nuk e di a e bëra mirë, po. Oliver Dallmunça nga MCN Televizion, ndoshta më fundit. Një pyetje zoti Gonxha për të kuptuar. Nga MCN Televizion. Dua të kuptoj pak sa i përket investimit ose të paktën statusit aktual, fazës ku ndodhet aplikimi për investime në ishullin e Sazanit dhe gjithashtu zonën e Zvërnecit, pas interesit treguar publikisht si nga Ivanka Trump ashtu edhe nga Jared Kushner. Kemi një të re? Unë të reja nuk kam në këtë pikë, nuk kam qenë as pjesë e takimit fundit, se kam qenë në Madrid, por di që në mënyrë, si me thënë, të dedikuar në këtë aspekt, informacioni duhet patjetër të jetë më i përditësuar dhe më i saktë nëse do të merret pranë AIDës. Jo për ta hequr të gjë nga vetja, por sepse neve në këtë rast jemi pjesë e një grupi të madh pune, ku sipas sektorëve kemi një fjalë për atë që na takon. Për këtë rast, për shembull, deri në këtë moment ne jemi aty vetëm për pjesën e, me sa u di, për pjesën e një informacioni për pjesën e plazheve që ka Sezani. Pra, në këtë moment që flasim, nuk jam brenda gjithë diskutimit dhe sa po të jemi, kur ne të kemi, sepse AIDA bën shpërndarjen e gjitha materialeve, ne aty japim gjitha sugjerimet dhe mendimet tona dhe pastaj aty marrim edhe një lloj detyre për organizimin e punës dhe për gjithë informacionet që pastaj duhen dhe pastaj fillojnë institucionet gradualisht ngarkohen me përgjegjësitë e tyre, kuptohet brenda fushës përgjegjësisë dhe brenda kompetencave që ne kemi. Nuk di të them më shumë për këtë rast, por mendoj që duhet të drejtohesh AIDës për më shumë. Sepse neve jemi në një moment që presim që grupi punës të na japi si të themi detyra që na takojnë për këtë pjesë. Dhe pastaj institucioni përgjihet me gjithë ekspertizën e vet për projektin në fjalë. Faleminderit. Mua u përgjigja gjatë unë.